Top Albania Radio, she's on air. Përshëndetje! Jemi sërish në She's on Air, është përsëri e enjte dhe patjetër me energji të reja dhe me të ftuar të rinj shumë interesant. Sot në studio, pa humbur shumë kohë, kemi atë që të gjithë e njohim me emrin Kelly. Përshëndetje. Kelly, mirë se erdhe. Kelly. Shumë kënaqësi që të kemi këtu në mesin ton. Përrisin në shtëpinë tënde. Po, si shtëpi time edhe me thënë drejtën. Si ka qenë mirë. për ty angazhimet, me çfarë je marrë më së shumti? Më tepër jam marrë me prodhimin e këngëve të reja, sigurisht dhe me prodhimin e materialeve për këngëtarët të rinj, të vjetër, më tepër me këto gjëra. Sigurisht kam planet e mia që të nxjerr sërish këngë të reja. Okej. Vera pa afro, ndoshta bëjmë diçka më ritmike. Ke ardhur me disa projekte muzikore që janë prit shumë mirë. Si ka qenë për ty feedbacku nga publiku? Mirë, goxhaj mirë, domethënë publiku vazhdon përqafon atë që mund të jetë muzikë e mirë. Këngët kanë pasur shikueshmëri deri diku të mirë. Nuk është se jam ai këngëtar që synoj 10 milion klikime, 15 milion klikime, po kur vjen pse nuk i themi jo. Me çfarë je marr përveç muzikës këto kohë? Po, vetëm muzikë ditë bëhet me të drejtë. Domethënë, sigurisht edhe jam marrë shumë me familjen që rrin në shtëpi. Po ti ke rikthy një hit shumë të bukur që është pa ty bashkë me Big Bastën, ka bërë shumë buj. Si lind ideja për të bërë prapë të remake? Ideja ka qenë Me mix. Ka qenë diku dhe para një viti e gjysmë, para se të futesh edhe në Big. Por që deshëm të bënim diçka të veçantë, ta kthenim këngën në pak më 2026, me tinguj më të mirë normalisht, por që të kishte edhe një temë interesante. Zgjodhëm një temë që i përket divorcit. Pasi mbas studimeve të fundit që po shohim, ka më shumë divorce se sa celebrime. Domethënë njerëzit më shumë ndahen se sa martohen. Imagjino të fillojnë njerëzit për shembull të bëjnë kështu festa divorci, edhe nga po të ftojnë për dasëm, të ftojnë për divorc. Kemi një divorc. Ke këndu për Po, këtë javë kemi një divorc. Shumë artistë, ku do shkosh jam i divorc këtë javë. Ju ftojnë për zemërsisht në divorcin tonë. Po, dhe me ftesa. Në këtë ditë gëzimit për familjen tonë. Kjo kënga këndohet nga dy njerëz që janë lumturisht martuar. Por që jemi munduar, domethënë artisti gjithmonë mundohet të futet në lëkurën e gjendjes që mund të ketë. Kemi kapur një temë, domethënë që është e ndjeshme për shoqërinë, por që kemi kapur anën tjetër, domethënë zakonisht femra është ajo që vuan, që stigmatizohet tek pjesa e divorcit, po harrojnë që dhe burrat Unë mendoj se burrat preken pak më shumë. Burrat shkatrohen totalisht nga divorci. Unë mendoj vërtet se burrat preken më shumë. Unë njoh njerëz që kanë kaluar këtë gjë dhe ka qenë totalisht të dërmuar mbasi ka ndodhur kjo eksperiencë, edhe është goxha më e vështirë për një mashkull se sa mendoj për një femër. Por që mashkulli e vuan shumë, ndoshta dhe në heshtje, ndoshta dhe në Jam shumë e sigurt. S'kam kaluar në divorc, po. Po sigur. Shpresojmë që ata që divorcohen ta kalojnë sa më lehtë, po unë dua të mbetem pak te ty. Sa e vështirë është, domethënë ti ke hitin tënd, nuk e di, ta rikthesh, por pa i prishur atë magjinë e këngës. Jo, ne jemi munduar të mbanim bazën e këngës, domethënë kitara tjetë po pak a shumë e njëjtë. Na e bësh një akapela. Po e bëjmë valla. Dita ndale da krepa, aparecaj, puthja fale, jam i huaj, nuk am faj, nuk di të pres, po nuk frite dhe ti, nuk di të vdes, po nuk vdisja nga ty. Kjo është strofa. Sa e sigurt është, më pëlqen shumë. Edhe jemi munduar të bëjmë atë origjinalin. Po çfarë doni të sillni ndryshe se është tematika, domethënë është pjesë, është vendosur Big Basta që Nga kush lindi propozimi? Nga Big Basta apo? Fillimisht ka qenë nga Bigu. Fillimisht ka qenë nga Bigu dhe më vonë ku dola unë nga Bigu. Big për Big. I thash që hajde ta bëjmë atë që kemi lënë për gjysmë, pasi mendoj se jemi edhe dy këngëtarë të njëjtës gjeneratë dhe kuptohemi mirë dhe Bigu e ka penën e rëndë, shkruan bukur dhe është një nga artistët
që ka dhënë kontribut të veçantë për sa i përket muzikës si hip hop. ishte bashkëpunimi me Big Bastën? Me Geri nifem tu 15 vite përpara, por që nuk na ka rastisur puna që kemi një bashkëpunim të përbashkët. Dikur ka pas shkruar një tekst, një këngë time që kanë qenë marr në Top Fest 9 mbaj mend, në Top Fest 9 ka qenë një bashkëpunim me Jeta Faqollin dhe aty ka qenë autori i tekstit. Por që është goxha bashkëpunues tek pjesa e prodhimit dhe shumë open mind te kjo. Si ke parë komentet? Domethënë janë publiku, është më besnik ndaj versionit të parë apo e kanë mirë prit dhe këtë versionin? Fillimisht gjithmonë njerëzit janë skeptik kur është diçka që risillet. Domethënë ishte më bukur e para, por do ti që u pëlqye goxha dhe u përqafua sërish si versioni i parë. A do doja të kishe një tjetër bashkëpunim? Unë kam bashkëpunimet që kam disa bashkëpunime që do publikoj brenda këtij viti. Do na thuash në një emër të ri? Unë më tepër po merrem me artista të ri. Domethënë dëshira ime më e madhe është që t'i jap dorë atyre që mundohen të bëjnë muzikë të mirë, mundohen që të rriten sado pak në skenë dhe t'i jap atë që ndoshta nuk më kanë dhënë mua ku kanë qenë i ri. Një shtytje. Me këto projektet e reja këto kohët e fundit, kush ka qenë inspirimi yt më i madh? Inspirimi më i madh është përditshmëria, domethënë çdo gjë që ndodh, dëgjojmë çdo ditë Shqipëria është një dramë e madhe. Domethënë Ai tha divorcet. Dëgjon sherrë, dëgjon problematika nga më të ndryshme. Është vërtet, domethënë kjo është arsyeja sepse ne po dëgjojmë më shumë këngë vuajtje se sa këngë gëzimi, sepse realisht e mendoj vërtet shumë shpesh dhe them, si ka mundësi që neve nuk kemi shumë nga këto këngët që tani të japin gëzim, që të ngjallin emocion. Po, patjetër. Ka strategji kështu që. Ne po bëjmë me Reels e Instagrami strategji me tematika vuajtje. Ne si shqiptar, domethënë ne si ballkanas e kemi qef vujtjen, domethënë si Ama dhe ahengu në burr. Dhe ahengu. Kemi këto ahengun e kemi me të vrame. E kupton? Koka në Stamboll, trupi në Janinë. I kemi po prapi çik shumë me të vrame. Por që domethënë është më kollaj të transmetosh një vuajtje se sa një gëzim. Domethënë tek shumë personale a ke? Po unë gjithë këngët i kam personale. Domethënë ka këngë që ndoshta nuk janë për personin fizik, por është për dikë që ndoshta kam dëgjuar ose e njoh dhe kam ndoshta jam frymëzuar nga ai moment dhe kam shkruar diçka. Po gruas tënde ke dedikuar ndonjë këngë? Patjetër i kam një për shumë. Po dedikoja edhe një tani. Ka qenë një këngë që ka qenë pjesëmarrëse në këngë magjike, është kur ti buzëqesh, yjet ndriçojnë edhe më shpesh, dhe jem gjithmonë me ty kudo të jesh. Vazhdo. Tani të dielën. Në këto momente më falë, më vjen çaj. Po Është nevojshme. Je mirë sot. Edhe jo, kam goxha këngë që i kam kushtuar bashkë. Po djalit tani u dha të djali unë. Te djali, me djali kam bërë një këngë. Djali i kam bërë një këngë. Por që janë ca lloj këngë që duhet ta marrësh guximin që ta bësh sepse është shumë personale. Po mund të këndosh vetëm një pjesë të asaj këngës? Atë nuk ta këndoj. Tani ne të dielën të shtëpinë të së diellës fillon talent në shtëpi me Egli Takon, me Eglin ton. Ti si ke marrëdhënie sot me Eglin? Shumë mirë. I ke urrë ndonjë gjë për emisionin që do filloj? Uroj që të zbuloj sa më shumë talente, se realisht Shqipëria ka nevojë për talente të rinj. Domethënë po dëgjojmë shumë muzikë të huaj, por pak zëra shqiptar. Të pëlqen Egli në modorim? Shumë mirë. Unë uroj që Egli të këndoj sa më shumë në këtë eksperiencë. Jo, Egli ka goxha të mirë, nuk është ka. Ju keni bërë një bashkëpunim bashkë me këngën tim që nga publiku përqafua shumë. Cili mendon ti që ka qenë çelësi i suksesit te kjo kënga? Po i të dyve ka qenë, domethënë, ajo lindi spontanisht si këngë.
para se Egli të hynte në Big edhe para se. Dini që do hyni të dy në Big Brother para se. Jo, nuk e dija që. Kështu që projekti lindi dhe pastaj ju u gjendët. Egli unë e ftoi te një klipi im që i doli si protagoniste kryesore dhe u ndjeva në faj që ngeli vetëm aq dhe thash unë do kam dëshirë të bëjmë dhe një këngë bashkë tek pjesa. Po sepse zakonisht si ide një këngëtare që del si figurante është pak e çuditshme. Unë ndjeva paksa në faj dhe për ta shlyer atë mini gabim të vogël, nëse më thonë se mund të qesh gabim, por që i ofrova një bashkëpunim, sepse ajo realisht ka mbaruar për muzikë, e një muzikën mirë. Do kemi një bashkëpunim tjetër. Po pse jo, këtu jemi. Para se të kalojmë në publicitet, unë do të kërkoja një kapela pikërisht të këngës që kemi me Eglin. Jo nuk flejun si çdo natë, ëndrat mia ti ke hy. Jezit flasin sa je gjallë, po unë i vdekun jam pa ty. Jo mos e lem ti se më utret, i thyje shpirti vetëm kam bet. S'ka me haru ditën kur ke shku, a dit ku s'mujda me t'përqafu. Vazhdojmë të qajmë këte nga anët tona dhe do shkëputemi për një hapësirë të vogël publicitare dhe rikthehemi pas pak. Ka nga emocionet. Nga lotët. Jemi rikthyer në këtë pjesë të dytë në Shizon Air, Top Albania Radio 100FM dhe në kanalin 10 në digital. Vazhdoni të na dëgjoni dhe të na shihni, sepse ne kemi një bisedë shumë interesante në vazhdimsi. Unë dua të hasem pak edhe nga ana jote private, shëndetësore, le të themi, kemi marrë vesh që ti ke kaluar një moment pak të vështirë. Si ndihesh, si je tani? Ja, tani jam on top. Ishte një moment i vështirë, kalova një paralizë të rëndë faciale. Dhe parciale ka qenë apo faciale? Po faciale, po parciale jo, në periferike, ka qenë periferike, domethënë që kapi pjesën e majtë të fytyrës dhe normalisht afekton dhe te kordat vokale dhe të gjë. Ishte goxha moment i vështirë, po rekuperimi është i avasht, nuk është një rikuperim që rekuperimi. Diku te 5 muaj ka zgjatur rikuperimi. Po si të ndodhi, se zakonisht ndodhen kur ke një kontakt drejt për drejt me të ftohtin ose Po, ti që ke mjekë. Po, vërtet, vërtet. Doktoresh. I kam mbaruar vitet e mia. Jo, faktikisht ndoshta mund të ketë qenë ajo se ka qenë verë, domethënë hyn në të ftohtë, dil në të ngrohtë, domethënë edhe ndoshta nga kesa, ku di unë, domethënë që janë disa faktorë që ndoshta i di më mirë se unë tek ajo, por që mendoj se kjo rryma e ftohtë në të ngrohtë, por që ishte rikuperimi i vështirë. Kalon gjurmë të ty? Si e përjetove, domethënë? Unë 2 muaj nuk kam dalë nga shtëpia, se isha totalisht i shpërfytyruar dhe kisha fobi të takoja njerëz që tash bo si do më shohin, si do më bëjnë. Por që pastaj kur e pranon si fakt dhe nuk është se ka ndonjë problem. Po si ka ndikuar kjo tek ty sot? Pra në çfarë syri ti e shikon jetën tënde sot? Jo, domethënë shëndeti është diçka që është parsorë për njeriu, domethënë duhet ndjekur. Tani e ndjek veten më shpesh në për këto kontrolle. Po e ke marrë dhe si periudhë reflektimi besoj. Patjetër, sepse nuk bëhet shaka, domethënë është diçka që ajo mund të ndodhi sërish. Po. Në atë kohë që ti kalove, mendoja se delje muzikën? Jo, nuk e kam ndonjëherë menduar që ta lë muzikën dhe çfarë do lloj gjë të ndodhi. Vetëm po mbla zëri, domethënë s'kam çfarë. Pasoja për pjesën e kordat vokale kështu je okay. Po ishin fillimisht, tani jam rregull, po kënojm, se Okej, super. Mirë, ka dhënë më shumë fort. Cila ka qenë mbështetja jote më e madhe në këtë periudhë të vështirë? Sigurisht familja, bashkëshortja, djali, mami, motra, domethënë ishin të gjithë bashkëpunu, sepse ndonjëherë ti do të rikuperohesh, por dhe do kohën e vet dhe fillon mërzitesh, acarohesh. Gjendja emocionale ka shumë rëndësi. Gjendja emocionale fillon të rëndohet. Po djali duke qenë si ishte i vogël, kur shikonte babin e vet. Unë baja disa stria për të rreqen e fytyrës, dhe ai thoshte çfarë ka rënë, ka pisku babin tash një insekt edhe po e mbaj shumë. Edhe i bëja për vete, i bëja edhe atij dhe rinin të dy hisoj. Po a ka ndonjë mesazh më saktë që do doje të ndaje me ndjekësit, me shikuesit që mund përballen me të njëjtën situatë?
Ajo është diçka që ti nuk e zgjedh, është diçka që të ndodh, por në momentin që të ndodh, vetëm duhet që ana psikologjike të jetë fortë, domethënë që ta përballosh, është diçka që nuk është fatale. Po është diçka që edhe ti themi vetes që do kaloj, nuk do qëndroj kështu. Kjo si dua do kaloj, do bëhet më mirë. Ka të bëjë më tepër te vazhdueshmëria te ushtrimet që ti duhet bësh me gestikulacionet e fytyrës, por që do rikuperimin e saj. Domethënë kam bërë shumë seanca terapie dhe fizioterapie për këtë gjë, që filloj me akupunturë, nga akupuntura kalova në terapi normale që është me preke. Por që i them që domethënë çdo gjë ndodh për një arsye, mos e vrisni mendjen. Mos e vrisni mendjen, gjithçka kalon, mjafton që të keni besimin tek vetja se është e rikuperueshme. A ka një këngë që ti mund ta përshkruaje këtë periudhë tënde? Po. Un kam disa se ose a ke shkruar në atë periudhë? Ke qenë një frymëzuar ndoshta? Jo, në atë periudhë nuk është se kam shkruar. Mbas muajit dytë kam filluar kam shkruar, se pastaj shkova në studio. Çfarë këngë dëgjoje më shumë? Kur ishte në ato momentet e tua pak down? Kam dëgjuar, unë dëgjoj pak a shumë të gjithë rrymat e muzikës, po më tepër tek blues, domethënë ajo used to be so easy to take my heart away. I found that highway, it's a road that you have to pay. Është Billy Idol, është një version i kësaj këngë. Si ka ndryshuar Kelly sot në krahasim me vitet e para të karrierës, sidomos edhe pas eksperiencës Big Brother? Po Bigu nuk është ndryshoj shumë si person, e kupton, po jam më i pjekur artistikisht, di se çfarë dua, di se çfarë bëj dhe mundohem të jem më bashkëpunues. Nëse në vitet e para është ajo egoizmi, ajo ndoshta i çik arrogancë që duket vetja më i talentuar se të tjerët, nuk e ul hundën për të kërkuar ndihmë tek dikush që realisht mund të ta japi me shumë dëshirë. Tani jam 10 fish më bashkëpunues, mundohem të ndihmoj sa më shumë njerëz për sa i përket muzikës dhe karrierës tyre. Unë doja të ndalesha faktikisht tek fizioterapia, me që ti e përmendë pak më parë, se ka shumë njerëz me probleme shëndetësore dhe është e rëndësishme që të drejtohen në vendin e duhur me profesionistët e duhur. Sky Simple Smart Spa. Sky lindi nga një vizion i qartë të krijojë shtretër masazhi që evoluojnë në harmoni me nevojat në ndryshim të klinikave estetike dhe spa. Sky, aty ku komoditeti bashkohet me elegancën, qëndrueshmërinë dhe teknologjinë, pjesë e distribucionit të Solid Med. Shtretërit Sky janë dizajnuar në Itali duke ofruar një nivel të jashtëzakonshëm personalizimi dhe përsosmërie në dizajn dhe rehati, gjë e cila e bën përdorimin e tyre shumë të përshtatshëm në klinika estetike dhe spa. Sky ka disa elementë që e bëjnë të veçantë, modern dhe unik në kategorinë shtretërve, të cilat janë: shtrati Sky është 100% elektrik. Ka 4 motor që shërbejnë për rregullimin e lartësisë deri 75 gradë për shpinën dhe 30 gradë për këmbët. Ka dyshek nuvola me trashësi 17 cm memory foam. Është i pajisur me sistem Hergo, e projektuar në mënyrë që të përshtatet me trupin e njeriut për të ofruar komoditet. I pajisur me teknologji infra të kuqe, sistem ngrohjeje dhe përvojë zanore gjithëpërfshirëse për relaksim total. Dizajn i pastër dhe modern me kablo dhe mekanizma të fshehur për një estetik të kompletuar dhe elegante. Sky nuk është thjesht një shtrat masazhi, është një përvojë e kompletuar e dizajnuar për të sjellë relaksim, teknologji dhe estetik në çdo klinikë estetike dhe spa moderne. Faleminderit Solid Med. Po ta kishe njoft më përpara Solid Medin Mokelli. Është në kohë. Me Sky you can fly. Vërtet. E bëja gjetë edhe sloganin. Po, okay. Ashtu siç e përshkruajti. Kelly, a ke ndjekur ndo pak Big Brotherin këtë vit? E kam ndjek. Ke një personazh që të pëlqen? Po, personazhi që kisha preferuar doli, Stenaldo e kisha preferuar. Tash i vetmi që unë njoh që deri diku kam pas marrëdhënie profesionale, ose nuk është se njihemi me Mirin. Po që të pëlqen Miri në lojë?
Po, siç është jashtë nuk është aty brenda. Domethënë është goxha i kontraktuar, mendoj, ndoshta edhe nga presioni, tani ne kena qenë vetë, dim se si funksionon. Sa mund ta justifikojmë me presion faktin se u diskutua dhe është diskutuar gati gjithë Big Brotherin, një krevat që kanë ndarë me një vajzë 23 vjeç. Ti artist ke shkuar për përfaqësuar artin tënd, për të përfaqësuar atë se çfarë ti dëshiron të japësh publikut, njohit e ty. Nuk ka ardhur, nuk ke shkuar për folur krevatesh. Domethënë, te kjo lloj gjë, ndoshta kanë qenë ato deklaratat e para që ishte gjeneza e asaj gjëje, por që krevati u bë kryefjalë këtij Big Brother. Ndoshta e kësaj gjëje, por që me mirin që njohim jashtë, domethënë është po ai, po thjesht mendoj se është në presion të vazhdueshëm që deri diku të detyron të dalësh dhe nga vetja. Babi Miri është super lojtar. Kemi fansën. Po mirë, do kalojmë pak te Dasma, Brikena dhe Mateo. Jo, vetëm 2 sekonda du të yes. Qëndrojmë ti vetë je burr i martuar. Po, patjetër. Domethënë, ti vetë nuk do kishe vepruar kurrë si Miri? Nuk mendoj se do bëja ndonjëherë të njëjtat veprime. Por që konkretisht çka ka bën Miri në atë krevat? Nuk ka bërë një gjë më, domethënë tek pjesa e ka fjetur. Po jo më se është vetëm ka fjetur. Është një burr i martuar një baba, ka fjetur me një vajzë 23 vjeçare dhe thotë është vajzë e në një lojë ku duhet të ndash krevati me njerëz të tjerë. Babi Miri. Mund edhe të thotë jo, s'është i detyruar. Jo, pa ishte pjesa e asaj loje kur ti e ke aktive veprimi apo je kundra? Mund ta gjykosh? Mendoj që ndoshta kur mbaronte ai dënim që ndoshta kishin për të bërë, se cili mund të vazhdonte atë punën e vet. Ta marrim pak më ashtu siç ishte në fakt, tash i qarë që ka pasur nga ata lojtarë të cilët kanë qenë të martuar dhe kanë zgjedhur flenë në tokë dhe jo ta ndanin krevatin me dikë tjetër. Mund ta rregulloshe. Kemi pasur. Por rregulloshe është jashtë dhe Miri është brenda. Po mirë, pra gjithsesi, pra mos themi që nuk ka asgjë jo normale këtu. Edhe pak ajo përkëdhelja e flokëve. Mendoj se ishin disa gjëra që ishin tek exagjeruar dhe ndoshta nga aty. Mendoj se ndoshta është bërë më tepër për të qenë show dhe për të qenë pjesë e dinamikës së asaj gjëje. Ai është mjaftueshëm i zgjuar dhe i rritur për ti mbajtur përgjegjësi për veprimet e veta, por ka luajt me limitet e asaj që mund të quhet ndoshta flirt, ndoshta mund që të keq kuptohet për diçka më tepër. Unë mendoj që ka menaxhuar në formë shumë dinjitoze Miri, kështu që po Rogerti nga ana tjetër si të duket si personazh. Rogerti ka dëgjoj, aty brenda çdo njeri zgjedh personazhin e tij se si do të jetë. Dikush do të jetë nevriku, dikush do të jetë i zgjuti, dikush do më bëj si budalla, dikush do të bëj si dashurum. Domethënë janë të ndame. Po Rogerti çka ka zgjedhë të bëj? Negativi, domethënë tani në bigun ton, po të kishim pas një Rogert, si do ishte sjellti? Domethënë, si do ishte marrëdhënia me një Rogert? Te bigu jon ka pas shumë Rogertë, nuk është se ka qenë vetëm një. Po mënyra më e mirë është tipa ti injorosh, domethënë, okay, do të ngacmoj një herë, 2 herë, por do e kuptosh që ti nuk ja vlen me atë lloj personi që ti japësh vëmendje, të harxhosh nerva, të harxhosh durim. Jam kurioze të di me kë do e krahasoje ti Rogertin me Viserlon, po, me Viserlon. Identik. Erdhi mreti aty, filloi ti e kështu. Domethënë, qelloj që aty djali nuk është se i doli loja aq mirë se sa e mendoj. Po ky kishte ardhur me lapse me letër dhe ditë shumë mirë. Tash ai 6 veta njihte. Kur mendon që Viserli ka dalë me shpat kundër Rogertit, domethënë është tani shkundra. Si gjykon këtë gjashtë, është çuditshme sepse në fund të ditës. Po flas agresiviteti lojës që ka përdor ai që sa. Po, gjithmonë për lojën po flasim, gjithmonë për lojën. Po Viserlo që ka pas po të njëjtën strategji, jashtë e gjykon Rogertin. Kështu që kjo është gjaz. Tash ti ajo është çfarë them unë shkëtej kamelin e vet. Gjithçka mund të ndodhi, jetojmë në Tiranë. Po, bravo. Kjo kush mendon se fiton Bigun? Unë mendoj se fiton Miri. Për backgroundi që ka, për aq sa ka duru, për aq sa është sulmu, sepse Bigu është lej nervash, është ai që mban më tepër, nuk është ai që duket më bukur dhe ai që flet më shumë. Po mirë, në mbajtjen e nervave, le të themi që edhe Selin ka mbajtur goxha. Po Selin, unë nuk e kam dëgjuar ndonjëherë Mirin të shaj. Faleminderit, do të thoja edhe unë. Unë nuk e kam dëgjuar ndonjëherë. Unë e kam parë Mirin në disa momente. Ai ditë ngacmoi shumë mirë. Ditë të japi situat, por unë nuk e kam parë atë djalin që të shaj një femër, ose të japi një epitet, ose të japi po citimi
nga ana tjetër që i tha Stelinës? Po mi ma kuçkësh nuk është se po duhet që ta domethënë u dha sikur nuk ishte fjala kuç nuk është domosdoshmërisht sinonimi i diçkaje. Një fjalë që Selin ka përdor brenda vazhdimisht, që nuk ka se koketa është po e njëjta sinonim. Është pak më e moderuar. Po është the same gjë. A kupton? Pra ne them që varet se si e percepton publiku jashtë. Jam shumë kurioze po për marrëdhënien e çiftit Brikena dhe Mateo. Se di, më duken. Besonte dashuria Të duken fake? Unë mendoj që sa dalë ai do i bëj blok. Ai asaj? Ai asaj dhe ai ati. E kupton? Mendoj. Përpara. Po mendoj ai asaj. Ajo i bëri dhe premtim, i tha ti do jesh buri ndër jetën. Ashtu kanë thënë të gjithë aty. Sipas teje, kush do shkojë në finale nga të dy? Kush do kapi finalen? Mendoj se Brikena ka finale. Para Mateos. Para Mateos. Më thuj finalistët e tu hipotetik, janë 4, mos gabofsh ashtu? Janë 4. Atë Selini është, që është Miri. Mendoj se është Brikena. Vendin e fundit e ndaj midis Rogertit dhe Mateos. Domethënë është diçka që është më dyshje, por kush mendon se meriton nga të dy? Po tash i duhet dhe i keqi. Domethënë gjithmonë ka qenë i keqi. Historikisht në çdo Big Brother, domethënë ka qenë antagonisti. Mirë keq ka qenë. Ti the që fitues do Mirin, po tek dyshja e fundit kush e përball Mirit? Tek dyshja e fundit Selini shof, domethënë. Selinin i shof, domethënë. Dhe përballë Selinit do fitojë Miri sipas teje. Patjetër. Për mua fiton Selin, po është çështje këndvështrimesh. Jo, nuk e kam. Ke do doja unë Miri. Kush e fiton? Unë nuk e kam, unë e kam tek simpatia që kam si koleg që e kam. Do të thonë unë Selinin pak e njoh. A kupton? Tani e njoha këtë vit se kush ishte, ç'a bënte. Kurse Miri kam vite që e njoh. Po më pëlqen kjo gjë që suportoheni me artista me njëri tjetrin, sidomos në të njëjtën fushë. Sepse nëse nuk suportojmë njëri tjetrin, pse ku pa puna, se muzika duhet i bashkojë njerëzit, do t'i ndaj. Do doj një bashkëpunim me Mirin? Me Mirin edhe me Landin sepse patjetër janë grup 1+1. Patjetër janë grup fantastik edhe uroj që ndoshta një ditë mund të bëhet, se nuk e di, se këtu jemi. Ne me zy do presim. Kelly, ku do ta dëgjojmë zërin tënd së shpejti? Kemi ndonjë projekt, një bashkëpunim? Po besoj shumë shpejt kam një bashkëpunim. Po prap tani në fund të prillit, në fillim të majit, besoj se del kënga. Është një këngë shumë autokritike. Çfarë do doja të kisha po të isha një rockstar? Çfarë elementësh do doja të kisha po të isha një rockstar? Mendoja se do kisha zërin e këtij, tekstin e Filanit, energjinë e Fistekut. Përmendën emra? Gjithë emra. A shifar dis i lezet? Jo, është kompliment. Është një këngë që un përmend të gjithë ata që kanë dhënë kontribut për muzikën shqiptare, që un do doja të kisha diçka nga ato. Okej, në muzikë. Që tisha artisti i kompletuar. Plotësuar, po. Shumë do jetë në notat e rockut? Është rock, reggae, domethënë ka pak dhe një mix midis rock, reggae dhe pop rock. Domethënë që mezi po pres. Kjo është një nga ato rrymat që unë kam shumë qejf, që është e vërteta. Kështu që unë të uroj shumë suksese vërtet në gjithë projektet e tua të ardhshme dhe mezi presim ta dëgjojmë zërin tënd përsëri. Patjetër. Ishte shumë kënaqësi që ishe. Faleminderit që ishe. Gjithashtu ishte kënaqësi shumë e veçantë. Ne do të shkëputemi për një hapësirë të vogël publicitare, do rikthehemi pas pak me të ftuar të tjerë shumë interesant. Jemi rikthyer në Shizon Air Top Albania Radio 100 FM dhe në kanalin 10 në digital. Ju kemi premtuar që gjithmonë do kemi të ftuar shumë interesant dhe sot kemi Mariusin dhe Vlorën, konkurrent të përputhen. Mirë se erdhët në Shizon Air. Përpara se ne të futemi në biseda të thella, se ju keni pasur takime më përpara, tani keni disa zënka, sikur nuk shkoni shumë mirë, po ti vini re janë pak larg nga njëri tjetri. As nuk u përshëndetën me njëri tjetrin. Ndjej këtu që i kam këtu afër. Por përpara se të futemi në këto ribashkime që ne dim të bëjmë shumë mirë, kemi në video call Manushen me grupin e të guximshme. Ata ndodhen në Divjak, prisim ja ku janë. Grupi Detje. Nuk i dëgjojmë. Po si shkoni ju në Divjak pa mua, mora? Po ç'a mjeti sot? Ku e kam Egin? Egi!
Zemra ime! Egi, shiqur që po të shoh nga kamera, na ka marrë malli. Ma se vetëm me të emër të mirat. Ej, mua më kishte marrë malli Stelina, Armela, Irin, Ardit. Na tregon Në shizën doshin, dhe që të ndosh, Stella. Stella! Përshëndetje të gjithëve. Imi dhe jurkeni. Hyka makinat, ka restoranti, ka gjërat. Mi gjështë e rëndësishme. Të guximshmit punojnë 24 orë. Dhe kush thot që këtu nuk punohet, dhe pushkoja në ajri kameramanin. A i qëroj! Kjo është puna që duam, ne të shëndesim të keni kameramanin tonë. Kolegë, duam, punoni dhe për ne. Kjo është puna që duam. Kaftoni familje, t'jeni mirë. Happy Joe. Porosi për gocët. Amanet. Gabri, Manush. Shumë bukur aty. Stelina të shkojnë shumë flokët ashtu. Kemi këtu në studio Mariusin dhe Vlorën dhe kemi këto Irin dëgjoj këtu se me ty po flas. Mariusi dhe Vlorën. Gjoni. Për të guximshmet. Bravo. U kry. A mund të bëj përshëndetje për vajzën dhe djalin e përputhur? Vazhdo shpirt. Ju përshëndes. Ju presim të kutin shpirt. Ju tuam shumë. Një putje për Lilian. Ju ta shpirt. Ina goca. Ju dua. Hap një syt andej të pyllit i vjakës, se humbis Nikolaj. Tim në kohë me Sonja. Ishtin kokës dhe punoni aty se jeni bërë qa birikin. Hajde. Qa ishte kjo i një momentit në radio, ta dine. Ore mos I hani gjitha. Na prisni. Ne, për zotin, unë pas kësaja direkt me vrap tek ju do vi. E kupton të shkojnë ata në qytetin tim, atje në Lushe, s'më marrin mua. E po kemi nevojë edhe ne për ty o. Gjithsesi ne I japim miropafshim grupit dhe ta shijojnë këtë, jemi shumë xhelozë, është e vërtet, por do jenë ata më xhelozë kur të shohin bisedat që ne do bëjmë këtu. Te Guximshmit është çdo të shtunën e orën 12:45 në Top Channel, kështu që ndiqni dhe të Guximshit sepse jemi gjithmonë ne. Tani të rikthehemi pak te ata. Si fillim do doja t'i kërkoja vetëm të afroheshim pak me njëri tjetrin se të dëgjojnë. Nuk e dia dini që ne kemi kthy çifte, kemi pajtu çifte. Kjo ka një atmosferë, një energji shumë të mirë në këtë studio, kështu që un pa arrit në një paqe të paktë në fund të këtij. Po mirë. Ne do ta fillojmë, mendoj se do t'i kalojmë të gjitha këto fazat tona, po si fillim është si ka qenë deri më tani eksperienca juaj në përputhen. Ishte eksperiencë, me thonë. Duket sikur keni 2 metra aty në mes. Po, mirë është kështu. Të futem unë aty në mes, nuk do. Vlora, eksperiencia jote në përputhen? Herë mirë, herë keq. Pse keq? Qa të mundon ty? Ta çunat aty. Ta prishin qefin duket. Po çunat më shumë. Ishin duken sikur pa pjekur. Të papjekur. Ishte kujnë kjo. Edhe Mariusi? Gjithë me Mariusin. Marius, ke diçka për t'i thënë Vlorës? Jo, më Vlorës kam asgjë për t'i thënë. Eksperjenca ime dhe përputhen shumë e bukur, shumë e mirë, jam shumë I gëzuar, shumë I lumtur për Zotin, shumë gjëra të bukura më kanë sjellë përputhen, ndërsa sa për vajzat. Çfarë gjërash për shembull? Po, edhe shumë gjëra, domethënë pozitivitete nga njerëzit jashtë, nga njerëzit domethënë që janë në qarkullim, nga publiku, se publiku nuk është budallënin, ata të gjithë I shohin gjërat dhe I analizojnë shumë mirë se kush është I rritur, kush është I vogël, kush merret me fëmijë atje, kush merret me adoleshenta, kush merret me burra. Domethënë I gjykojnë këto gjëra, I shohin, kupton? Dhe po mos më quash mua burr, nuk e di kë do qush tjetër burr. Çfarë mendimi ke për Vlorën? Mendimi për Vlorën, më kanë marrë ca miq telefon nga Vlora dhe më kanë thënë thuja se vajzës ndroi emrin se Vlora përfaqëson flamurin ton edhe janë ecin si në det. Edhe unë që jam nga Vlora do të them Marius që kjo ka emrin më të bukur. Mirë, ti që je nga Vlora, ne ke mendimin tak, po unë përfaqësoj domethënë atë që më thanë miqtë e mi. Mirë, Marius, do ndalem pak më mirë te kjo ti the, pos më the mua burr, nuk e di kë do quash, çfarë të bën burr ty? Çdo gjë, karakteri, qëndrimi, serioziteti. Po nuk të bën burr kur ti fillon dhe ofendon një femër. Unë s'kam ofenduar asnjë femër aty, unë kam dhënë thjesht mendimet e mia që ato më kanë treguar një pasqyrë shumë të shumtut.
Për Vlorën nuk është se kam ndonjë gjë të keqe për të thënë ose ku dëgjon. Nuk ta ka Vlora për ty. Vlora, çfarë mendimi ke për Mariusin? Po, okay, me që të gjitha gocat për ty kanë qenë shumë të këqija si mendon ti dhe nuk t'ju a ke kthyer në atë monedh po e zëm, pse po rritin atë program? Po pse akoma ka shpresë t'i kthej tamam ashtu siç duhen. Ke shpresë? Po, t'i jap edhe çik mësim. Ti jap. Nuk ka lidhje me vajzë tjetër. Edhe ti do mësosh. Jo, nuk do mësu. Jo, ke për të mësuar edhe mësuese faktikisht unë shpresoj të mësoj ti nga unë, po. Jo, më mësu nga ti. Ose unë nga ty. Me thënë drejtën. Flora, më trego çfarë mendimi ke për Mariusin? Në fillim kam pasur mendime të mira për Mariusin. Afro pak lutem te mikrofonin për të dëgjuar. Në fillim kam menduar shumë gjëra të mira për Mariusin. Biri. Faleminderit Marius. Dhe u tregu me fjalët e tij se u kanë burr. Ama në vazhdim, komplet ndryshe. Çfarë se bën burr për ty? Kënë fillim, më duket se është sikur një tip love bombing. Ti vën gjitha, ti thot gjitha, veprat i ka fix. Do me thënë ka fjalët dhe jo veprat. Jo, i ka pas edhe veprat. Okej. Ama as çka ka premtu, nuk i ka mbajt. Ama ne dëgjoj vazhdimisht që ne si vajza i sulemi një djali që është ofendues, po nga ana tjetër një vajzë nuk ka fjalë më ofenduese se ti thosh një mashkull që ti nuk je burr. Dhe s'duhet ta përdorin fare më këtë kartën, se është shumë shumë tuaj për mendimin tim. Mund ta përdorësh në momentin që jo, pse e përdor? Nuk jam as ti burrërin aty tjetër. E mas burrërin në mënyrën se si ai qaset kundrejt meje. Në qoftë se ti je një burr i denj dhe mund ta mbash këtë fjalë në shpatulla, është fjalë shumë e madhe për ta mbajtur ashtu siç duhet. Kështu që kundrejt një femre mund ta tregosh në mënyrën më të pastër dhe më të mirë të mundshme. Jo, jeni të dyja shumë edhe ti ke shumë të drejtë edhe ti ke shumë të drejtë. Të dyja fjalët që thatë qëndrojnë, thjesht duhet ta dish kur ta përdorësh atë lloj fjale burr dhe jo burr. Dhe për Vlorën un kam qenë më shumë se një burr në aspekt të fjalës sepse e kam mbështet. Mendon ti. E kam deri në momentin që unë spranova ç'a don ti, tani ke ofendu. Ç'a deshon? Ç'a nuk e pranuar? Po pra që ta kuptojmë gjithë këtë energjinë tuaj kaq negative me njëri tjetrin. Çfarë ka ndodhur që ju ka sjell deri në këtë pikë sa nuk po duroheni dot fare, domethënë ndihet kjo energji. Tani doli një telefonat. Çfarë ka ndodhur? Një vokal, voice note. Po, një vokal. Që ai sa gjë shumtuar është që unë të shpjegoj diçka që ti kishte keq kuptuar, Vlorë. A mund të flas të lutem? Jo, se nuk është saktë. As mund të flas. A mund të ulem ande një lutem? Po, ishte shumë më mirë. Ishte shumë më mirë. Nuk e di se si ma shtum, jep alergjik për nama. Nuk e di, për zotin. Okej, mendoj se je ulur fix aty. Te doktoresha. Fix aty ku nuk duhet. Tani jemi. Më mirë duroj juve të gjitha se sa një që s'është reale. Okej, me këto ndryshime spontane. Të shikojeni për balë. Ta mendoj njerëzit që këtu ndodh çdo gjë spontanisht, ja, dhe truj do të çohej ndroj vend. Ne do të kemi një shkëputje të vogël publicitare që të sistemojmë pak fundet ashtu siç duhet të paktën dhe do rikthehemi pas pak dhe do ta shtillojmë mirë këtë bisedën. Kështu që rikthehemi pas pak. Vazhdojmë të kemi debate këtu, që cia nuk do. Lora, vetëm duni ta kem tu i geri, duni ta kem. Para një viti. Para një viti. Jemi rikthyer, jemi në transmetim. A mund të qetësohesh? Marius mos më gacmon. Ka një doktoreshën aty afër. Jo, se më thas, po ndihem keq. Ka dalë të ngacmon dhe të lyp pranë vetë të vetë. Atëherë, për ta bërë pak më të qartë për publikun, kemi pasur një voice që i është dërguar Vlorës nga Mariusi ku i kërkonte për të pasur një friends with benefits. Ja. Është e vërtet Vlora? Është e vërtet. Okej. Nuk ma tha direkt kështu, bënu Vlora ti friend with benefits, tha unë jam Mariusi, këtë du, nuk du marrëdhënie, nuk du girlfriend, nuk du martes, po du një njeri që rri me të dhe bën qef. Shiko, unë e dëgjova me vëmendje këtë voice-in dhe unë s'doa të mbroj asnjë anë, po nuk ishte specifikisht në syrin tim, si e pash, nuk ishte specifikisht për Vlorën. Thjesht Mariusi reagoi se si donte të krijonte një marrëdhënie. Tha, unë nuk jam ta të bëj one night stand, më mirë zgjedh një vajzë taj që e kam të rregullt, nuk e kam të dashur, po kaloj një kohë shumë të mirë me të. Kalon mirë me tani. Nuk është nevoja me specifiku me Vlorën kur ai është rëndëstrimi i tij edhe këtë po kërkon. Ka qenë për Vlorën Marius, ka qenë për Jo, ky është çfarë kërkon Mariusi. Jo, nuk e kërkon. Edhe normalisht ose ka përballë Vlorën, nga Vlora nuk po kërkon një dashuri ose një lidhje stabile. Jemi ne që po bëjmë një diskutim dhe po flasim për one night stand. Dhe unë jap qëndrimin tim. Ai në atë rast ka dhënë qëndrimin e vet. Unë qëndrimin e vet mas takimit ton. Qëndrimi im ka qenë. Unë isha shumë e qartë kur kam hyrë në emision
dhe unë du një lidhje serioze. A ka ndodhur diçka mes jush që e keni të Larg gjë? qoftë. Jo. Shqyrë, edhe a mungon të tani. Shiko, vetëm në mënyra se si ti përgjigjesh është një ofendim kundër gocës. Përgjigja e duhur sepse ti thosh tjetrit si e burr, edhe kjo. Jo, nuk jam fare dakord. Jo, nuk jam fare dakord. Atëherë, të bazohemi pak tek fakti që keni zgjedhur programin Përputhen. Programi Përputhen nuk është, mendoj unë, paktën si shikuese, një program ku ti mund gjesh një one night stand, Promovon dashurinë, friends with benefits. Më korrigjon nëse jam e gabuar se ti ke qenë pjesë. Ti shkon për të gjetur dashurinë, për të parë një person i cili përputhet më së miri me ty, jo në anën tënde seksuale, por në çdo lloj ane, pra për të gjetur gjysmën tënde. Ne kemi pas çifte që kanë bë kalamaj, domethënë që janë lidhur. Nëse se ne që janë lidhur po kanë bë kalamaj me tjerë, ças kanova. Nëse ne hapim dhe shikojmë që po kërkohet diçka e tillë apo po specifikohet, po e marrim edhe në anën tjetër që unë do doja këtë lloj gjëje, nuk është vend i dur. E mendon këtë? Jam shumë dakord me ty, po s'më përkat mua fare kjo. Po të përket për sa kohë që ti ke zgjedhur për të qenë pjesë e programit. Jo, po jo çaj për shtatet Friends with Benefits. Për sa për programin, po, shumë bukur, prandaj kam shkuar aty, ndoshta edhe mund të njoh një vajzë të mirë dhe të sinqert, një shpirt të pastër, s'ka asnjë problemi, unë për atë jam aty. Po jo të kthejnë fjalët siç duan tjerët. Mes përthe pak ti konceptin e Friends with Benefits për ty. Jo, unë të zbërthej konceptin siç e kam thënë unë. Friends with Benefits të unë se ekziston. Ashtu. Koncepti ka qenë ky, që unë i thash Vlorës, i thash Vlora dëgjoj këtu, unë jam i tip lloj mashkulli. Jo për Vlorën, unë si mashkull jam një tip lloj mashkulli. Në qoftë se unë nuk gjej, domethënë, një vajzë që më përshtatet mua dhe nuk e ka mundësinë ose nuk është momenti i dur të kem një të dashurën time, unë para se të dal çdo fundjavë me një vajzë tjetër, se kam shumë frikë nga këto smundjet, me thënë drejtën. Nga, domethënë, si quhet? Jo, shumë mirë, smundjet seksualisht transmetueshme. I kam shumë frikë, i kam shumë merak, me thënë drejtën. Edhe thashun para se ta bëj këtë, më mirë e di që lidhe me dikë që ndoshta s'kam shumë ndjenja, po e di që kam vetëm një vajzë gjatë asaj kohe, derisa ajo edhe mund të krijohen ndjenja ndaj kohës, se si dihet, se kështu krijohen shumë çifte. Fillojnë me një shoqëri dhe përfundojnë në martesë dhe në fëmijë. Po mirë, ta bëjmë pak. Kjo ka qenë Okej, e kuptova. Po si mund të ndihet një vajzë kur ti i kërkon këtë gjë? Po si ja kam kërkuar, pra ky është dallimi. Po mirë, drejtohesh në këtë lloj mënyre kur mund të kesh pasur disa takime me atë. Pra mua si vajzë më bën të mendoj që ky po ma kërkon në një lloj mënyre. Shumë dakord jam me ty dhe në momentin që Vlora ka menduar ashtu, unë jam ulur përsëri me Vlorën dhe vetëm kjo më pengon, nuk më pengon fakti që ajo e ka marrë për këtë që po them. Mu më pengon fakti pse duhet të gënjej, sepse unë e kam ulur, i kam çu voice, e kam marrë në telefon, i kam thënë Vlora, të lutem më fal. Më ke keq kuptuar me këtë se s'të kam afruar ty atë lloj pozite ose s'të kam vënë ty. Sepse unë s'kam intentu fare, as ta prek, as ta puth, as ta përqafoj, as të Po mos të ishte Vlora, ajo ishte një kërkesë e jotja për sa të përket ty, edhe do ishte një gocë tjetër. Sepse Vlora thotë unë kam vënë për dashuri, nuk përputhemi. Olivia, do thoya çdo lloj njeriu, edhe i mashkullit, do thoya si jam unë. Ka qenë thjesht një diskutim. E marrim pak nga ana tjetër. E marrim pak nga ana tjetër. Unë mendoj se Vlora është problemi i thellë. Jo, se Mariusi i prezantoi vetë djalin. Unë mendoj se askush nuk është problemi. Të gjithë çiftet kanë këto problemet e vogla derisa të gjejnë veten e tyre. Vlora, në momentin që përballesh me një deklarat po e quaj të tillë nga ana Mariusit, pra siç thot ai që unë thjesht po të tregoja se si unë e mendoj për të krijuar diçka momentalisht, po jo specifikisht me ty, pavarësisht se një vajzë patjetër do ta marrë shumë afër zemrës momentin që ja thot, a ke menduar ndonjëherë për ta toleruar vetëm pak dhe për të thënë që ndoshta mund ta kem parë pak unë gabim. Jo, unë besoj që kam gabim këtu. Se unë e kam hi këtu në Përputhen shumë qartë me çka dua unë. Dhe pse më ftoi Mariusi në takim kur e ka atë mendimin për vete. Nëse atë zgjidhje ka. Që mund të nisi ndoshta në këtë lloj mënyre. Jo, ajo është më humbje kohë. Ajo është më humbje kohë. Unë mendoj se thjesht e një keq kuptuar si një marrëvesh me njëri tjetrin. Thjesht e një keq kuptuar se është në dorën tënde të bësh zgjedhjen që këtë djalë me këtë djalë të dalësh apo me këtë djalë mos të dalësh. Dhe mund të thuash që disi puna okay, ti e kështu. Shiko, po ta mendosh. E tha atë ajo. Çfarë po flisni?
Tash unë si gocë futem në një mision dashurie, edhe unë po kërkoj siguri, se po kërkoj dashurinë njerëz. Po jo të nuk po kërkoj luhatje ose ta fillojmë kështu. Ne mund ta nisim është ky. Nuk kemi në kafe lagjo njerëz. Përputhen promovon dashurinë. Mund ta nisim me një pyetje shumë të thjeshtë, që është e para fare. Ju keni pasur pëlqim për njëri tjetrin apo jo? Se nëse ti shkon deri në një pikë dhe pastaj thua që unë as nuk jam afruar, as nuk kam tentuar ta puth, i bie që ti s'e ke pasur qef në të vërtetë. Se nëse do ta kishe qef, do kishe tentuar ti afrohesh. Si në fillim dhe deri tani unë them prapë se prapë nuk është vajzë e keqe brenda vetes, po ka shumë gjëra të fshehta brenda vetes që nuk i shfaq. Lora as nuk hap rrugë fare. Po mendoj unë. Dhe unë po pra ajo pra është problemi te Flora. Aty pyes pak ta bëjmë ta zbusim pak muhabetin. Çfarë janë horoskop? Gomar, më fal, peshk. Okej. Lora? Gafore. Okej. Pesh dhe gafore. Janë interesant. Çfarë moshash keni kështu? Unë jam 25. Seriozisht e ke ti? Po, se tu kemi marrë. I bie që është 35. S'ka shanse. 40 jam. Seriozisht? Okej. 34. Ua, kush ta ua? Sa? 34. Kush ta ua? Janë mosha të mira për të qenë Po bashkë. jo, po dhe nuk i tregojnë si mosha, po jo, po. Nga kjo këndosh Të them diçka se s'ma la ta mbaroja. Tani dhe në jetën tonë na ka ndodhur që mund të kemi dalë me çuna që mund të kemi pasur një pëlqim dhe ai çuni na ka treguar që çfarë dëshiron ai na vetja e tij. Treguar real. Është treguar real. Pastaj ka qenë zgjedhja jonë që ne mund të dalim prapë me atë çun apo jo. Po, por unë mendoj që ti kur futesh në përputhen ke marrë një vendim për jetë që nuk do të bësh eksperimente. Tani të flasim për shembull, mund të kem disa kritere për veten time që mund t'ia them mashkullit që unë duhet të dal. A mund të them diçka? Po. Se Mariusi kur ka hi edhe ai në emision, ai u bë sikur është serioz dhe don një lidhje serioz. Okej. Edhe këtë ka tregu të kohën. E pra ta unë kam pas një lloj interesi te Mariusi, se u duk me fjalë që është tamam burr. Po ti u duke sikur do lidhje serioze. Edhe don që është lidhje serioz. Jam të folë të lutem. Jam të folë të lutem. Dhe tani mas takimit, nuk u kon para takimit që mujta unë me zgjedh, a du me vazhdu as du, ishte mbas takimit. Ishte mas disa kohe, tani ma ka këtë voice note-in. Edhe pra ta unë ndjeva pak. Po për ty nuk kishte këndvështrim si kur donte një marrëdhënie serioze në sytë e tuaj? Jo, pse? Pra ti Marius nuk do një lidhje. E pyete, tash e pyete. Jo, no. Sigurisht që po. Mariusi thotë që unë dua një lidhje serioze, po si fillim të filloj kështu se jemi. Shiko, neve do ta shtyllojmë këtë bisedën, po në qoftë se s'ka mundësi, më fal. Je i falur. Faleminderit. Në qoftë se nuk krijohet një lidhje serioze, Mariusi para se të shkojë çdo javë me një vajzë tjetër, e ka më mirë të mbaj një. Bravo. Kjo ka që shumë e thjeshtë. Edhe në moshën tënd që është humbje kohë. Okej. Shumë e thjeshtë. Ndërsa Vlora, po këtë po tregon që te ajo 22 vjeçar dhe kërkon pastaj direkt një lidhje serioze, si ta marr seriozisht në atë vajzë. A e sheh ti? Pastaj ishte dhe tani tjetër. Ti bazohesh me një send. Unë nuk bazohem me një send, unë bazohem me atë që shoh Vlora. Vjetor, shumë para teje. Shumë para teje. Po, pse të habit që një gocë 34 vjeçare mund të ketë qëllime të qarta. Ma habit me 22 vjeçar i vajzë. Po më palë. Dashuria nuk ka moshë. Jo, nuk është problema jo. Nëse se. Jo, është problem se ti çdo ndjenja ka treguar ku është problemi eksakt. Po mirë, Marius, ti do lidhesh me një vajzë 22 vjeçare? Po. Në qoftë se vajza është mjaftueshme e rritur dhe ka kapacitetin e një familje të shëndetshme, pse jo? Okej. Pse jo? Qoftë vajza është mjaftueshme e rritur. Se një çuri 20 vjeçar mund të tregonte disa vlera, pse jo? Një mashkull me më jeta se diti se si të rrit. Le ta pyesim Vlorën, na përbën problem diferenca madhe në moshë në këtë rast me Blendin që ka qenë shumë vite më vogël se ty? Në fillim e kam pasur shumë problem dhe aty në studio e mora përballë opinioniste që tha Vlora pse fillon vlog moshën dhe e lash hapësirën vet. Leje që edhe e ka gënjur për moshën se ishte më i vogël se sa tha, po prap e lash hapësirën aty. Okej. Ne do të kemi një shkëputje të vogël publicitare, do rikthehemi pas pak, do ta vazhdojmë të bisedën që ka shumë e gjatë, e shpresojmë. Kemi rikthyer sërish në She's on Air, këtë herë jemi pak më të qetë. Na thithën gjithë energjik. Dëgjoni. Unë në fakt një çift shumë interesant i cili ne si She's on Air jemi shumë të lumtur që janë së bashku. Suportojmë. Jo, ju të dy. Nuk ta japim mos magacmo çupën. Nuk ta japim doktoreshën ton kaq kollaj. Është i ndriti. Ja mjeke. Për sëmundjet e ke. Shiko. Zemra. Shiko, unë e kuptoj, po do na respektosh pak.
Patjetër. Po çfarë ta diem të përputhen? Vin këtu edhe ngacmojnë. Shkoj Richardi. Shkoj Richardi deshte nusën a Vlora. Shkoj Mariusi do nusën a Lushja Forini, më shëtoni. Mirë. Ama e ke mes mirë dite, kështu që je edhe pak në tokët e tuaja. Gocat janë zjarr sot. Mirë. Unë do vazhdoj të kaj qiftimi preferuar, që zotë shqyqyr janë bashk, dhe jam shumë e lumtur që janë bashkuar, po flas pikërisht për Indritin dhe Marsielën. Ju si e keni parë këtë marrëdhënien e tyre? A jeni dhe ju pa aq lumtur sa ne? Beson Vlora te ky çift? Jo, nuk besoj shumë të kjo qift. Vlora, ti po marrësh të leje, mos fol për Marius, lutem. Mariusin e ka privata ndërkohë. Ata emrin tam nuk e meriton me thon. Po, intervistë kjo unë s'kisha bërë. Çfarë të ngrohje kaq shumë or Marius? Nuk e di, po shumë nxehtë. Wow. Le të idhemi prapë te Indriti. Si diellesh bër sot Uida? Gjithë gocat bukura këtu. Normal që do ketë vape. Edhe Vlora është super e bukur sot, pa marr parasysh që kemi ato problemet tona. Thank you, Maria. Po, ajo shumë i sjellshëm. Një duar krokite. Besoj se deri diku mund gjahet një urë komunikim. Sepse në momentin që me vërtet, sepse ne e kthjellëm e zbërthimi i çik atë historinë. Se ti tha që nuk ka se do friends with benefits. Ti po thon në momentin që unë nuk gjej dashurinë, unë tha më mirë se të lëviz të bëj, është shumë e qartë tani. Jo, unë s'e besoj që unë prapë besoj që. Jo. Po duhet ai e shpjegoj. Tani e shpjegoj se si është, domethënë ti kërkon dashurinë valla. Patjetër që po. Shumë bukur. Ai e kërkon dashurinë, ti kërkon dashurinë. Po, Jo me mua. Super, nuk morën vesh. Po, në këtë rast ju të dy nuk u përputhët, nuk e gjetët gjuhën. Po se nuk ka thënë të qëndroni mirësjellje mes jush, na tregoni çfarë pëlqimesh keni aty në studio. Ktu ka i problem njerëz. Mua nuk më pëlqejnë gënjeshtrat. Nuk është problemi rreth. Okej. Unë doja ta zbusja pak të muhabetin, që është e vërteta dhe po pyesja komplet për çift tjetër. Ju jeni vajza, nëse ju gënjeni një mashkull, ju do rreni me shpirtat e gënjeshtrat e Po edhe kur thojmë vërtetën që gënjej, rrena gjitha. Aty e kena problem. Modesh mushi than vërtetën. Sa dua të pyes pak Mariusin për çiftin e Inës të preferuar. Beson ti te çifti Marsiela Indrit? Marsiela Indriti më duket shumë popullor nga ana mashkullore, ndërsa Marsiela kërkon është një vajzë që ka vujtur, me të vërtet ka vujtur, nuk është një vajzë me diell edhe me. Beson dashurisë së tyre me pak fjalë? Mbas karaktereve duan të duhen, po s'do duhen dot. Mendon se Vlora nuk i beson këtij çifti sepse është pak xheloze për Indritin pasi dhe ka dalë me të Vlora nuk ja ka shumë ide nga meshkujt, më shumë është me këta adoleshentë. Kuaca deklaratash po di se jam mendja. Nuk është ofendim. Jo, me të rroft komplimenti që i bëre me këtë që thu tash. Po pse më ofendim është kjo ofendim? Po një vajzë 34 vjeç. Tash në shoqërinë tonë me i thanë që nuk ka iden për meshkujt i bie kompliment sepse as nuk merret, është punën e saj edhe shumë bukur. Pozitive. Mësuese. Nxorë pedofile tani. Jo, në aspektin e profesionit thotë. Tani, se shiko, unë kam shumë bezdik të kjo intervistë unë jam shumë e shokuar. Unë kam shumë bezdik edhe nga ana e mashkullit, po dhe nga ana e femrës që gjykojmë pak këto shije tona, këto mënyrën se si ne zgjedhim partnerin në krah. Fund ditës na bën ne të ndihemi mirë, nuk ka pse të na bëj të ndjej mirë të tjerët. Kështu që nuk besoj pjesa e Vlora nëse flet për ty, flet vetëm për pjesën se çfarë problemi ka me ty dhe jo se çfarë preferencash ti ke pasur në pjesë të tjera. Ndërkohë që ty të dhim ka shumë fakti që Vlora pas ka pasur një marrëdhënie me dikë që është pak më i vogël. Mund ta kthejmë edhe kështu, këtë nuk është problem, thjesht mua ashtu fakti atyre sajimeve të asaj. E di çfarë më bën çuditë ju të dy, se jeni mjaft të pjekur dhe në moment që një marrëdhënie nuk funksionon, nuk është e thënë që ju të dy duhet të ziheni si macja me miun. Duhet të ngelet respekti dhe jo të hidhni këto ofendime njëri tjetrit se nuk ja vlen. Marius, për moshën që keni. E cilën nga vajzat e emisionit nuk do ditje kur? Vlora. Përveç Vlora. Po ti e di ke dalë. Takim dy. Ja tani po thuat ja po si. Me gocat e tjera do dilje me gjitha? Jo, me Adelaide nuk do dilja sepse Adelaide ja kam thënë që në fillim e respektoj, është vajzë e mirë dhe nuk kam interes te atë. Okej. Po kjo mund të marret në shumë forma kjo gjë që ti thua, sepse kur ti shef një gocë të mirë, ti ke frikë ta lëndosh i bie që ti çfarë qëllimesh ke? Jo, ajo është një tip që ka nevojë për një mashkull maksimum deri 27-28 vjeç.
Jo më të madh. Okej, jo se ti nuk ore pse ore, se nëse ti ke mundsinë Milan diçka burr e gjitha dashuri, pse një gocë e mirë, të gjithë mos synojnë një gocë e mirë. Është një teori shumë interesante. E ke idën kur shef ndonjë vajzë sa vajzë mirë që nga kjo nuk dua ta. Është një teori shumë interesante, thotë gjithmonë mashkulli duhet të jetë më i madh dhe nuk është më kot kjo, jo për mendjen, as për asnjë gjë domethënë tjetër, përveç faktit se pavarësisht moshës ai do rritet, po vajza gjithmonë do qëndroj shumë e bukur se është më e re, është më ashtu dhe syri është ajo që të rreq më shumë tek mashkulli. Çfarë mendimi ke për Selinën që të përshëndeti parë? Ju jeni gjitha vajzat mrekullueshme, e thash. Selina që ishte këtë guximshmit, që ka qenë te përputhën, që tha se ishte në sezonin tuaj. Po thash pra dhe ajo shumë vajzë mirë, shumë vajzë sjellshme me mua. Po se kam njoftur mirë, shumë vajzë sjellshme. Te tresha që nuk më pëlqen ta përshkruaj kështu, po çfarë mendimi ke domethënë kush gaboi, kush, çfarë? Jep një mendim të. Gabim në çfarë? Tek tresha. Si shkoi sepse si përfundim janë gjithë të ndarë. Jo, nuk i kam ndjek fare. No. Nuk i kam ndjek. Kesin e ke njoh nga afër? Urdhë? Kesin e ke njoh nga afër? E njoh nga jo nga afër, po nga ana njerëzve të tjerë. Ti meqense përmend këtë fjalën burr, e gjykon Kesin si një burr? Nuk mund ta them dot Elin se njoh nga afër. Un burr mund t'i them dikujt kur i kam dhënë dorën, paktën kam hungur, kam pirë diçka me atë. Është e gabuar ti them tani është burr. Po un them që normal një burr duhet sillet mirë me një femër, ndërkohë që femra sillet me atë mirë. Në momentin që femra gënjen, mund edhe unë të bëj gabime, edhe unë bëj gabime. Të shumë gabime bën ti Mariusi, ti gjitha femrat në studio e ke ofendu, ke tash na ul imazhin. Kjo është the definition. E ke bënë pyetje vetes pse? Jo pse? Se do të. Po jo pse, Pse? Dëgjoj Vlora. Jo. Ne njerëzit, shifej që këtu fillon problemi. Ti më pyet mua dhe të them dëgjoj Vlora, jo s'duan me. Jo se s'më lën me marrë fjalë. Tash nuk du. Tash ti këtë ke vënë me fakte. Dëgjoj Vlora. Këtë fjalë që më tha edhe mua, ja tha edhe Dasine që do më çun hotel. Kush është ajo? Dasine, se din shumë mirë. Më doli në shtek. Meqense me Vlorën po e shohim që i keni bërë muhabetet. Ai gjeshtat fëmijës, unë jam mësuese, nxënësat e mia nuk bëjnë kështu. Ata i kanë thënë kjo. Ishte shumë e papritur kjo. Doktoresh ka në një. Ti ke noti blendi. Të shumë ditëm Blendi jam top. Emrin e Blendit të kem. Ti kam pa diçka që nuk më pëlqeu. Ky Blendi ti fali dhe Motra, Adença, ai Blendi është yll, mirë kibaçi që dal me atë çojë. Zotin, e përshëndesim, është yll i bukur. Kam një kuriozitet, vazhdon ai e mban makinën tënde? Po patjetër. Jo, nuk është e vërtetë asta jo. Mirë, me Dasinën, ke një pëlqim akoma? Do kishe do dilje me Dasinën. Një sekond. Me Dasinën. Me Dasinën do kishte një dalje pavarësisht e ka lidhur me shkon hotel. I ka thënë Dasinës me shkon hotel. Edhe ka shkuar ajo? Jo ka qenë ajo e para që se ka besuar atë fjalë, edhe më ka mbrojtur dhe ja ka mbrojtur se të kam besu. Tani dolën fjalët e Dasinës, gjitha fjalët e Dasinës që është një gocë në përputhje në këtë sezon. Që ti ke ndaj intimitet me te, ka ndodhur diçka? Nuk do ta pranoj. Wow. Ky është problemi. Tash ja vdes për Blendin, vdes për ty. Blendin e kaloi, domethënë nuk ka më interes sepse është i vogël. Vlora për kë vdes ti? Po kjo vdes nuk ti ndonjëri nga ky që vdes. Tash më thuj të drejtën. Ka qenë ndonjë gocë që ti ke kaluar intimitet në përputhje? As edhe një as e ka marr, as e ka marr. S'ke pas intimitet me asnjë. I bëj thirrje me Giporani që do marr Butrin Timeri në përputhje sepse kjo vdes për Butrin Timeri. Nëse Butrin Timeri të kërkon ty të jeni friends with benefit, do pranoje pra? Jo. Që nga ti problemi. Po pse atë nuk kanuën e friends with benefit? Do më jepni nga një koment, të lutem, se nuk më the me Dasinën, do diljes, do Trintja që një mirë. Shumë e shkop ndor. Në asnjë mënyrë, jo, s'ka shans, jo, me Dasinën nuk është. Po për kë vajzë ke pëlqim momentalisht aty brenda? Për asnjë. Do delesh më duket. Aktualisht unë po bëj takime me Sarën, po. Ka shpresa? Duket shumë vajzë mirë, shumë vajzë sjellshme. Do ta studiojmë pak. Shumë gjithmonë, mbasi javë pristi që ai vajzë do jetë shumë e keqe për shkak. Ne do kalojmë përsëri në publicitet, këtu me ju fluturon ka koha, nuk di se si. Çkënaqet ajo Megi po janë. Do rikthehemi pas pak dhe do flasim, besoj akoma më qetësisht. Shpresoj. Jemi rikthyer sërish në She's on Air. Vazhdojmë të jemi më të qetë se pjesë pas pjese ne qetësohemi. Dhe besoj se do vazhdojmë ta ngrem atë zhurmën pak nga pak. Marius, ti ke reklamuar goxha jetën tënde luksoze, dhuratat e shtrenjta. Sa ndikon kjo në mënyrën se si të shohin femrat?
Dhe a do ti të ndikoj kjo? Unë te reklamimi nuk e di kur e pas kam bërë. Da afrohesh vetëm pak me mikrofonin? Reklamimi nuk e di kur e pas kam bërë. Tani, në për emision ne kemi parë makinat, Ferrari, që ishte makina që ishte edhe në Pletit? Nuk e ka Blendi, G-Class. Okej, G-Class. Nuk e ka Blendi se më thaj që nuk e mban dot me benzinë. Është Ja, mos jep Flora në lek ta mbaj me benzinë. Jo, nuk japi as kujt lek. Lek i marr për veti. Unë nuk mendoj se ishte një koment i Po çoni bisedën në një nivel shumë pikërisht, unë thjesht doja të dija pak se sa mund të ndikonte tek një vajzë. Unë e them, unë nuk kam deklaruar asnjë gjë. Unë çdo gjë që kam bërë në jetën time e kam bërë me shumë sakrificë, të betohem. Kam luftuar gjithë jetën time, shenjat flasin për mua, nuk i kam vjedh asnjëriu dhe nuk i kam ra kujt njeriu në qafë. Kjo është shumë pastër, domethënë çdo gjë që kam arrit në jetën time me shumë mund. A ndikon mënyra se si femrat shohin? Po mirë, ne i kemi parë në emision, Emisionin nga këtu bazohemi, çfarë kemi parë për ty në emision? Me emisionin më janë bërë pyetjet dhe unë nuk jam tip që gënjej ose që dua të më sheh. Mirë, shiko, nuk ka problem. Nuk ka problem të vërtet të pranosh faktin që po, kam një jetë luksoze sepse kam luftuar për të pasur këtë lloj jete. Po nuk është se unë i kam nxjerr vetëm, janë pyetur dhe vajza nuk e kanë besuar, dhe unë i kam nxjerr të gjitha bllok. Po sa ndikon kjo për shembull? Nuk është se ndikon asgjë. Janë normalisht që unë ato lloj vajzash që mund të thuash ti që domethënë i shkojnë këtyre gjërave mrapa, unë nuk është se i ndjek. Pra ti këtë gjë justifikon me sinqeritetin, domethënë. Po patjetër që po. Jam i sinqert. Patjetër që po. Po mirë, një vajzë mund të jetë shumë e sinqert, po shiko, është një lloj sigurie për të ardhmen. Në qoftë se unë gjej një partner i cili ka një ekonomi të mirë dhe një ambicie të mirë për jetën. Mirë se të vish. Kjo është, domethënë mendoj dhe mindset i vajzave. Mirë se të vish, nëse ai mindset është i shëndetshëm dhe është tamam nga truri i vajzës, i konceptueshëm që thotë unë këtë mashkull me të vërtet më pëlqen se është mashkullin rreth parë. Çfarë vjen plus nga mrapa është gjë tjetër. Po kjo nuk do të thonë që unë gjithë sakrificën time ose lotët e nënës time që janë derdhur për mua ndërkohë që unë kam bërë atë sakrificë, nuk është të thënë unë ta hedh në plera e ti them na më zemër merr gjitha, ajo duhet të japi dhe kontributin e vet. Bravo të qoftë, por unë dua të kaloj pak te Vlora. Vlora, kam një pyetje për ty. Ti ke deklaruar në emision për një histori tënde të shkuar që ish të dashurin tënd e ke kapur me një djalë tjetër. Të lutem, do më tregosh si ndodh ç'është kjo histori? Se ka shkuar një tjetrin temë. Po tani, se dua të kuptoj jetën që nuk mbahen hyj. Po pikërisht. Ç'është kjo deklarat? Pak para se të kalojmë te kjo biseda, Marius, një nga dhuratat më të shtrenjta që ti mund të kesh bërë një vajzë? Një vajzë nga dhuratat më të shtrenjta për ish lidhjen time që kam pasur. Makinë. Martesa? Makinë. Ku ishe martuar? Jo, s'kam qenë i martuar. Jo. Ju keni bashkëtes? Marius, a mendon për një fëmijë të dytë? Patjetër që po. Edhe madje e kam dëshirë. E se rris vetë, unë mësova të rrit fëmijë tani, se kam problem të rris tjetër. Wow. Okej. E kjo gjëja faktikisht të nderon ty, se s'para ka djem që rrisin të vetëm fëmijët, kështu që ka një gjë që të nderon ty si djalë, është kjo. Shumë Marius, tani Vlora si e përjetove kapjen matë të dashurit me një djalë tjetër? Nuk u kon i dashur, por ishim njohje. Okej, të njohurin tjetër. Dhe i fata kena fatë plane dhe unë e mora në telefon, nuk më përgjigji dhe më janë alloj planet dhe tani u shkova te shtëpia. Dhe shaka ky, i shkova te shtëpia. Ndoshta ishte me një shok. Ku e kuptove ti që e kapem? Ma tha masanej. Ta tha vet? Ma tha vet. Po mirë, tani se kisha dëgjuar të kapi të dashurin me një gocë. Bëjmë pak muhabete. Po mirë, bëjmë pak muhabete gocash. Si çfarë shenjash mund të shohim ne tek një mashkull i cili mund të ketë pëlqim edhe domethënë mund të jetë biseksual? O zotësh, nuk e vura re, po tash e mendova në Instagram ajo For You page ishte vetëm meshkull. Shiko ti shohim edhe unë mendova se u kon kështu personal trainer, tash ndoshta inspirim ose diçka. Ai merr me palestër? Ai kon vet personal trainer. Ajde tani s'di nga ta kapësh. Varja. Po mirë. Tani Vlora, ti ke ndonjë preferencë brenda në program për të dalë, për të pasur takime? Për momentin jam në pikpyetje, nuk e di, se nuk e di a ka një mashkull atë që ka po ai të don ty. Kush është më? Unë nuk të du Marius, nuk kam hiç pëlqim te ti.
Mashtron. Jo, po mashtroj. Ku e shet e pëlqimin Unë te mendoj se ti? ke një farë dashurie. Jo, nuk ka S'do pikë sa ajo shans. gjitha Moj me që se këto lidhen ne duam të jemi prezent në studio. Po, Se ja, këtë herë meritojmë të jemi në studio. A mund të bëni një përshafir për neve? Jo, nuk ka shans më A pa. mund të jepni një përshafir për neve? Nuk duhet presh me dorë, s'ka shans. Një shem paqe Maksimumi një dhënie dorë. Jo me njerëzit që gënjen. Jo, Më mirë ma fusësh shpu. Unë nuk gënjej, unë gjithmonë jam kanë sinqert. Po Gjithmonë ti të doli rena, moj të doli rena, ti kishe shkruajtur në kohë që ishe në lidhje në lidhje njoftimi me mua, më lër të flas vetëm një sekondë. Jo, se e di çfarë të thon. Jo, po më që dim se din këto. Dëgjoni. Tani koncentrohuni pak. Shikoj, unë mendoj se ju keni kohën e botës dhe ne kemi më të limituar kur vjen puna që ne ju kemi. Vetëm një sekondë, të lutem. Nga ana jote me dëshirën tatë. Të kam toleruar shumë. Sa më shpejt. Kjo doli vet bllof ndërkohë që kjo po njifte mua shkunte ndërkohë me Enesin që s'kishte ardhur akoma në studio. I doli në Instagram të gjitha. Nuk është vërtet. Me 19 shkurt, Please, por favor. Po pra gjesti shpifur. Ola, muchacho. Okej. 19 shkurt, unë dhe Mariusi s'kena fos as biseda. Momentalisht unë do bëj një prank shumë interesant. Ne kemi shumë qejf të bëjmë këto ç'është e vërteta dhe këtë herë unë do marr Dasina në telefon dhe do t'i themi që ti ke menduar për t'u kthyer me të vetëm për të parë se si do reagojë ajo. Ose mund t'ja. Po ja them dhe vetë më, s'ka problem. Okej, Marius. Do e marrësh shpejt, do e marrësh vetë? E marr më. Mirë, shpejt. S'ka sa më real, sa më bindë. Shumë real, a? Po e din ajo që. Po din kisi me bin se mashtrusosh, gënjen, din vetë me bë. E kam fshi se kam. Ja çoj numrin. E kam fshi se kam. E kam bllokuar bile, jo vetëm që e kam fshi. Okej. Ndërkohë që merremi me Ej, ti je një nga ato që i bllokon gocat? Po. Po ç'i duan? Se i djeg kur e refuzon. Mbaj vetëm pak afër mikrofonit. Në momentin po ndjek pas shpinë. S'ka internet fare. S'ka internet si hyn lidhja. E shef, nuk do zoti. Dasina. Zoti. Prit se neve unë nuk ndalem. Ka dhe numër telefoni tani, nuk ka se ka vetëm internet. Unë nuk ndalem, unë e bëra pak më të thjesht, po pse jo? Numri Vodafone që thirrët. Mund të ketë fikur telefonin. Ne kanë rrugën e kompletë. E lëm Dasinën në rahatin e vet dhe kthemi pak te Vlora prap, se vet Vlorës çfarë nuk i ndodh. Situata jo të zakonshme. Vlora ka thënë madje që ish bashkëshorti të saj, është martuar. Domethënë i ke bërë dokumentat apo jo? Se përfundoi, po. Se përfundoi lidhja. Përfundoi se ishim shumë ai 20, unë 18 kur jemi tash kur jemi martu. A mund të respektin lutem se jam tu fol? Are do ma lësh doktoreshën ti mua apo si e ke halli? Po ke këtë punë ka veç Doktoresha mbrohet vetë, më Është dorë doktoresha ime që tërheq. Do gjën doktoreshën tu. Pas më intereson. O ç'është bë këtu shboj bazar. E urdhët jam unë. Desan po. Vlora, mendon ti se të gjitha ato që të kanë ndodhur janë një traumë apo të kanë bërë më të fort për lidhjet në vazhdim? Tani dokumentat ja ke bërë ti atje apo ai ty? Unë ati, se unë kam lindur në Kanada. E po të ka dashur për interes. Jo, se masi që i ka po letrat e ishim pas një 5 vite masanej. Okej. Tani kishim mund. Odesi. Vlora, tani këto janë trauma që kanë ndikuar për keq për ty? Jo, besoj që më kanë bërë më të fort, po besoj tash mbrohem edhe më shumë. Domethënë pak traum. Do të thotë kjo është arsyeja pse ti je kaq kokfort. Mendoj se jam kokfort. Jo, Jo, tani kjo nuk mund të quhet trauma. Ndoshta të mashkulli nuk ka përpunje, është një lloj zgënjimi. Jo, ajo po pjesa e dokumentave është diçka burokratike. Na kupton, pastaj ndoshta se ka mbaru historia. Më fal se si e nisi në atë lloj mënyre, pra e di që jo, ishin bashkë, zgënjeja është në një lloj mënyre, që të kuptosh që personi tjetër ty të ka dashur për interes. Jo, ajo tha që kanë qenë të lidhur pastaj, domethënë ka vazhduar lidhja, nuk ka se ishte për dokument. Ishte 9 vite. Komplet, po. Jam shumë kurioze, Marius. E çove Espaja ka po? Esma në Barcelonë? Jo. Po përgjithë Vlora se ka shoqë të ngushtë të përzihet më. Po, kam shoqë të ngushtë, avokatja ime është ajo. E di si është puna, di si janë njerëzit janë kështu. Jepi një qeni 5 ditë të haj, qenis do të harroj 5 vjet. Jepi një njeriu 5 vjet të haj, për 5 ditë ta ka harruar në sekonda. Për çfarë po e thua këtë? Po e them te kush të ndije, kujt i djegi.
Po mirë, marrim me Esmen telefon. Leti djegi. Po, marrim me radhë. Do e marrim pak Marius telefonin? Kë Esme jo. Talim re Esme. Me Tasinën e kisha bërë lojën, po Esmen talim race. Ta marrë unë si. Fundi a fundit me Esmen s'kam gjë, të betohem. Po mund ta marri. Mua më jep për energjia e vajzë. Mund i thoj që është ka vetë falur Marius. Po si përfundim, ti do e çosh të ata marr. Kë? Disi ta do po merr. Jo, se ajo është lidhur me Vlorën tani, nuk mund t'i marr. Po se çfarë mendimi ka nëse se ajo të fal ty dom. Po, se mund të fal se kam interes për Mariusin apo. Okej, hajde. Kam interes për Mariusin. Po, dhe Vlora do fal. ata fal që dikim bashkë për pushime në Barcelonë. Po, jo ti themi që jemi në emision. Në Barcelonë, I the? Në Ibiza. në Ibiza, po. Disi Marius. Mere. Bjeri. Hello, Esme, si je? Shpirt love story isha me motra. It's okay. Deshta me thon diçka se fola pak me Mariusin sot edhe se di, ndoshta t'ja fali Mariusit, ta shkojmë ne dy në Ibiza të përdorim atë ftesën. Vlor, po deshëm ftesën ta jap, shi emrin tim atje. Dhe mund të shkosh. Ose po deshe, të çoj unë në Ibiza, s'ke farë se shkon me Mariusin. Dhe me thonë nuk beson që s'ka gjatë e Mariusi. No, atëherë te Mariusi një s'ka gjë, po dhe tjetra unë nuk dua të influencoj ty që të vendosësh. I ke parë gjërat vet. Ti je një vajzë shumë e zgjuar dhe nuk është nevoja që të them unë të gjitha gjërat që di, që kam parë apo që më kanë thënë persona të tretë edhe jashtë emisionit për çfarë personi është Mariusi. Kështu që nuk besoj se është e nevojshme të merresh me atë. I don't know. Këtë po ta them sinqerisht sepse të dua si motër. Ndoshta e kam vërtet pëlqimin aty te Mariusi. Ndoshta ti pëlqimin te Mariusi? Po. Atëherë, shikoj se unë nuk do të ndikoj për këtë. Në fillim e kam menduar që ti mund të kishe pëlqim te Mariusi dhe ndaj nuk doja të ndërhyja apo nuk doja që të influencohesh nga ato gjërat që unë dija apo që unë mendoj apo energjinë e keqe që ai më jep, që më transmeton. Por më vonë kur i ke filluar të shprehësh dhe vetë Vlorë me mua për gjitha mesazhet që dërgonte, fakti që u zhduk direkt pasi të dërgoj atë mesazhin që të kërkonte to be friends with benefits dhe pasi mori përgjigje negative nga ana jot, ku shkoi Mariusi apo iku në Ibiza. Esme je një shoqe shumë e mirë. Përshëndetje. Ishte sa më çuditë se un po thosha po kjo çmë. Fani, çfarë mendimi ka Mariusi për Esmen? Përshëndetje pak Marius. Esme. Ha, Marius. Love you, avukatja ime, ti e djallit. Jo, avukatja ime është kjo. Esme, vërtetove që ishe një shoqe shumë e mirë. Të përshëndesim. Shto shoqen tjetër, ja pra? Ja, të përshëndesim nga She's on Air dhe ishte vërtet. Nuk jam atë budallaqe me ndryshim mendjen, don't worry. Marius, sikurse ti je i pambrojtshëm, duhet të më paguash 100 fishin asaj që më paguon te Vlora për të mbrojtur ty. Sepse you are a lost case. Yes, I know, baby. We will see in the future. Ajde, Esme, love you. Bye. Paqe me Esme. Ja pra. Ishte një telefonat shumë interesante, ndërkohë unë dua t'ju falenderoj vërtet shumë që ishit pjesë e jona. Faleminderit për ftesën. Na keni dhënë një energji shumë interesante këtu. Ne shpresojmë të jemi në rrugën e duhur të një bashkimi. Gjofshin llafet mira për ju. Po, kështu separately. Atë se diti kështu thanë dhe ata të tjerët përpara, po shiku janë sot. Ne shikoj kur të bëhem me fëmijë. Se kisha dëshiruar në armikun tim këtë me Mariusin. Ishte shumë kënaqësi. Tha çiftet përpara. Se ti pasi shumë çift të bësh muhabetet kështu sikur. Jo, do isha më rahat vetëm, do kishim pas shumë gallat, apo kështu që it's okay, prap okay. Po mirë dhe Arnoldi. Po mirë, çfarë mendon për se u futën prap tani për Katerinën që është Axana? Për çastin e Arnoldit do doja ta pyesja. Unë kam thënë dhe live atyre që nuk janë për njëri tjetrin, por fëmia t'i vi me kome me dur inshallah, edhe të paktën të jenë për fëmin aty, po për njëri tjetrin nuk janë. Okej. S'ka shans.
Mirë, ne morëm mendoj një mesazh nga është mendoj se duhet vlerësuar për faktin se ai është një baba vet, kështu që e di se si mund të ishte shumë kënaqësi. Ne duhet kalojmë në publicitet, rikthehemi pas pak me të ftuar të tjerë patjetër. Pacem. Jemi rikthyer sërish këtu në Shizoner në Top Albania Radio 100 FM dhe në kanalin 10 në Digital. Në këtë pjesë të emisionit ne do ndalemi në një klinik tepër të veçantë, Nuvel Klinik, e cila ka një qasje moderne, ofron një gamë të gjerë shërbime, shpo kryesisht fokusin e ka tek transplanti i flokëve. Këtu mes nesh kemi sipërmarrësen dhe bashkë themeluesen e Nuvel Klinik, Ilda Kurti. Mirë se erdhe. Mirë se ju gjej vajza, shumë kënaqësi të jem në mesin tuaj sot. Na trego pak se ka shumë klinika që ofrojnë transplantin e flokëve. Çfarë ju bën juve ndryshe dhe më të veçantë? Atëherë pse ne jemi ndryshe? Ne jemi ndryshe sepse ne bëjmë plan të personalizuar për transplantin e flokëve. Ndryshe nga klinikat e tjera dhe normalisht tregu në përgjithësi kërkon që të ndiqet një trend, ne nuk ndjekim trende. Ne i marrim pacientët dhe i trajtojmë secilin si të veçantë, normalisht se çdo flok është ndryshe. Kështu që plani i personalizuar në opinionin e klinikës tonë është një thelb suksesi për Nuvelin. Sa e rëndësishme është siguria në transplantin e flokëve? Pafund e rëndësishme, në ka gjë më të rëndësishme se siguria, pavarësisht se është një ndërhyrje mini kirurgjikale, ngelet një ndërhyrje, pra mbetet një transplant flokësh dhe normalisht siguria, ekipi, eksperienca janë themel. Nga cila moshë ju duhet këshillonit si procedurë, që mund të niset si procedurë? Shiko, nuk mund të themi një moshë absolute, por kryesisht mbi 25 vjeç sugjerohet që sepse rënja e flokëve vazhdon tek pacientët, pra mund të vazhdoj deri mbi 40 vjeç, mbi 35 vjeç nuk vazhdon më kryesisht, por deri 40 vjeç le të themi. Është rritur interesi në Shqipëri për transplantin e flokëve? Është rritur, është kërkesat sa vine bëhen dhe më të larta, sidomos duke parë që jemi bërë një treg ndërkombëtar, pra po vinë të huaj, kryesisht italian, po, dhe normalisht kjo bën që të nxitet edhe tregu shqiptar, mos kërkojmë. Në fakt shumë e pyesin edhe mua për transplantin e flokëve nga jashtë, nga Italia. Shqipëria është shumë e famshme, le të themi për. Ja tani e ke një vend për ta sugjeruar. Absolutisht po. Sa zgjat një transplant flokësh? Pra sa është kohëzgjatja e procedurës? Atëherë vetëm procedura, pa përfshirë këtu konsultat apo diagnozat që bëjmë me mjekët zgjat 6 deri në 8 orë. Përfshim edhe pauzat që janë për pacientin, për të ngrënë, për të pushuar pak. Për nevojat e vetë. Po pastaj deri në, domethënë, kur mund të shohim rezultatet e para? Rezultatet e para, kjo është pjesa më interesante e transplantit flokëve. Këtë duhet ja themi pacientëve sepse pritshmëritë janë shumë të rëndësishme në këtë lloj procedure. Rezultatet e para shikohen rreth muajit të 4 deri në muajin e 6 dhe rezultatet finale shikohen brenda vitit të parë. Cili ka qenë një moment që një pacient ka marrë një rezultat shumë të mirë dhe ka pasur një reagim që juve ju ka ngelur në mendje? Janë shumë fakt, edhe kjo është ajo që na frymëzon vazhdimisht. Janë ata pacientët që na dërgojnë foto dhe thonë më keni rikthyer vetbesimin. Ka edhe nga ata italian që janë shumë komik, në fakt ne kënaqemi me ta, gjeta grua, tha një. Janë shumë reagime që flokun gjysma bukurisë nuk kanë fare. Është te meshkujt është shumë i rëndësishëm. Po këtu doja dile, a vinë më shumë meshkuj apo femra? Kryesisht vinë meshkuj, por rritet pafund kërkesa edhe nga femrat për rritje dentësie dhe për rregullimin e linjës frontale. Ka shumë vajza që për shkak edhe Ti s'kam ball. S'kam ball vdiq. Ai do të heqim ca. Ai që domethënë çfarë mund bëj? Ti heqi me lazer. Po për shembull të më marrësh po të japësh dikujt tjetër ti bësh nder jo. Në fakt po sa mirë do ishte, por shkenca akoma nuk ka evoluar deri aty, po bëhen disa testime, më kanë thënë në Amerikë, që ti marrim në një person, ti vendosim në një person tjetër, nuk kanë rezultuar akoma. Do isha një donator. Do t'i shisjemi. Kjo si procedurë nuk ka nevojë për një retouch. Mjafton një herë apo ka dhe
ka nevojë, shiko, nuk mund ta them as këtë në mënyrë absolute. Mund të them që varet nga pacienti në pacient. Nëse vjen një pacient që ka nevojë vetëm për mbushjen e 2 zonave përpara, mund të themi që ja mbyllim me vetëm një seancë. Po kemi pacient që duhet i ndajmë në 2 seanca, sepse zona dhuruese është shumë e rëndësishme në një transplant floku. Nuk mund ta dëmtojmë atë. Nëse një pacient që vjen dhe e ka kokën bosh, nuk mundet kurrësi që ne t'ja mbyllim me vetëm një seancë. Kokën bosh specifikojmë flokët. Falesi e marrin. Okej. Jam shumë kurioze të di ky si proces është i dhimbshëm apo është i menaxhueshëm nga pacienti? Do ndjejnë, pra ndjejnë vetëm pickimet e para të anestezisë. Bëhet me anestezi lokale. Do futemi në fakt në një lojë, ta bëjmë pak më interesante. Ku ti do na thuash nëse është një mit apo i vërtet? Dhe e para ka qenë kjo e dhimbjes, pra sa dhimbje ka kjo si procedurë? Kjo si procedurë nuk ka dhimbje fare, po fare. Është një mit, domethënë. Është një mit sepse ti nuk ndjen asgjë me ndihmën e lidokainës, pra njësoj si kur jetë dentisti do ndjesh vetëm pickimet e para dhe pastaj kemi pacient që gërhasin. Realisht domethënë nuk ndjejnë asgjë, 8 orë flen aty. Relax. Po bëre transplant dukesh falso. Mit apo vërtet? Nuk është e vërtet nëse zgjedh specialistët e duhur dhe klinikën e duhur. Vetëm meshkujt bëjnë transplant flokësh. Është një mit, sapo e tham, bëjmë edhe vajza transplant floku kryesisht për të rregulluar linjën frontale. Po i bëre shpëton një herë e mirë nga rënja e flokut. Është një gjysmëmit sepse normalisht ato që ne mbjellin kanë garanci për gjithë jetën, nuk bien më, vetëm në raste shumë të rralla smundjesh, imuniteti që nuk kemi çfarë t'i bëjmë, por pjesën tjetër ty mund të vazhdoj të bjerë dhe ne nuk e ndalojmë dot, pavarësisht trajtimit që është shumë i rëndësishëm. Duhet të ruash flokët zero për të bërë transplant. Përsoj që të jetë mit. Shiko, me metodat e reja është një gjysmëmit dhe ky, sepse nëpërmjet metodave më të reja mund të bëjmë transplant flokësh dhe pa e ruar fare kokën, por zonën dhuruese gjithmonë duhet që ta ruajmë normalisht sepse nga aty merren graftet. S'mund të bëj palestër për muaj të tërë pas transplantit të flokëve. Është një mit për muaj të tërë, jo, por sigurisht për muajin e parë duhet bëjmë shumë kujdes. Nuk mund të lyej flokët pas transplantit? Mund t'i lyesh, por pas muajit të 6 sugjerohet. Pas transplantit nuk mund të dalë në diell. Në diell nuk mund të ekspozohesh shumë gjatë, por mund të dalësh normalisht. Flokët e transplantuar bien sërish pas disa muajsh. Flokët e transplantuar nuk bien se ka kur shumë njerëz që thonë nuk bien. Nuk bien kur. Po nga ana tjetër nuk mund të përdorim dot një kapele. Është një mit apo e vërtet? Atëherë, shiko, flokët kanë shumë nevojë të ajrosen, të marrin ajër, kështu që kapela nuk sugjerohet në asnjë rast, edhe në rastin ton që nuk kemi bërë transplant flokësh. Kështu që mirë është që ta përdorim me kujdes dhe jo për një kohë shumë gjatë. Mund të bësh transplant vetëm kur flokët janë shumë të rrallë. Jo vetëm, pra mund të bësh transplant kur nuk ke flok fare, mund të bësh kur janë të rrallë, mund të bësh kur nuk të pëlqen linja frontale, pra jo vetëm në këtë rast. Pas transplantit duhet të bësh psikologe për pacientin. Ke një rast? Shiko, jo vetëm pas, por edhe para transplantit, gjatë gjithë procedurës që nga momenti që i kontaktojmë, ne jemi psikolog për pacientët. Transplanti është vetëm për luks apo për nevojë? Jo, domethënë, është vetëm për luks, jo për nevojë. Transplanti në fakt, duke qenë procedurë estetike, kryesisht është luksoze. Domethënë ti vjen për të rregulluar pamjen tënde. Por ata që gjejnë gra, mbasi bëjnë flokët, thonë që kanë edhe nevojë. Nga ana tjetër do bazohemi pak edhe nëse është e rëndësishme më shumë ekipi mjekëve apo pajisjet moderne. Pra do të kanë më shumë në syrin e pacientit që vjen. Vetëm mjekët. Pra në botë po dalim pajisje me AI pafund, por askush nuk e zëvendëson dot mjekun. Ato janë suport i rëndësishëm, patjetër dhe ne kemi pajisje moderne që na ndihmojnë për ekzaminim, për të shikuar graftet më të forta, për të parë nëse mund të hyjë me marrje aty apo jo, për të parë numrin e grafteve, por mjeku është kryesori në këtë proces. Me që jemi te mjekët, ju i keni kryesisht të huaj, shqiptar? Ne kemi ekip turk të miksuar me shqiptar. Por kemi sigurisht që turqit janë mjeshtrat e kësaj pune dhe duhet të merrnim nga eksperienca e tyre për një klinik që do ishte e re në treg, kështu që për komfortin e pacientit, anestezi lokale apo ambienti komod?
Anestezia. Patjetër. Pa anestezi, jo komod ta ketë ai kolltukun aty, po nuk e zëvendë, nuk ka shanse ta duroj dhimbjen. Për të pasur rezultat të bukur, duhet një vit i gjatë për të pritur apo direkt me kremra mund ta trajtosh pak? Unë do t'i alternoja. Normalisht viti i gjatë i pritjes duhet patjetër, sepse brenda një viti vetëm ashtu mund t'i presësh ti shohësh rezultatet, por nëse ti e ndihmon flokun tënd me trajtime të vazhdueshme, rezultati do të jetë edhe më i mirë. Pas transplantit, kapele apo mos dalim në diell? Unë jam tifoze mos dil në diell, por edhe kapelja të ndihmon normalisht, siç e tham, duke mos e mbajtur gjatë. Para operacionit, konsult me mjekun apo edhe një konsult online? Cila është më e mirë? Ne, duke qenë se kemi strukturën për turizëm mjekësor, konsultat online i kemi shumë të organizuara dhe shumë të suksesshme. Pra ne kryesisht punojmë me konsultat online dhe janë shumë efektive. Për një rezultat natyral, kemi teknikën DHI apo shtimin një më shumë grafteve? Tani teknikat janë DHI dhe FOE në fakt, dhe për një rezultat më natyral është teknika DHI, është teknika më inovative e transplantit flokëve. Pas operacionit, duhet të përdoren ca shampo specifike, profesionale, ose thjesht mjafton edhe mos t'i prekësh flokët, të kujdesesh? Duhet të përdorësh patjetër produkte, jo vetëm shampo. Pra, siç e thash, trajtimi pas transplantit është njësoj i rëndësishëm sa një transplant i mirë. Për të zgjedhur klinikën e duhur, çmimi apo reputacioni? Të dyja. Nuk e ndajmë lot. Fun fact, rezultatet e para pas 3-4 muajsh apo rezultati final pas një viti? Rezultati final pas një viti. Ne I morëm disa përgjigje në fakt që besoj shumica e personave që duan të drejtohen dhe kanë ato pyetjet e veta. Ishin shumë kurioz. Ishte shumë interesante. Dhe besoj se mund të kenë marrë një lloj sigurie dhe mund drejtohen tek ju dhe vërtet ne I drejtojmë dhe me gjithë sigurinë që ne mund t'i japim nga kjo bisedë dhe vërtet ju urojmë shumë suksese në vazhdimin. Ju falenderoj shumë vajza. Edhe unë dua ta falenderoj Ildën, se unë e njoh, kam një miqësi me Ildën, edhe është një vajzë shumë punëtore që e ka ngritur me shumë punë edhe mund këtë klinikën e saj. Edhe shpresoj të eci sa më mbar. Faleminderit vajza, shumë kënaqësi vërtet. Ne do të largohemi për një hapësirë të vogël publicitare dhe rikthehemi pas pak. Jemi rikthyer në këtë pjesë të fundit në She's On Air në Top Albania Radio dhe tashmë ju e dini që javë për javë ne do të mirëpresim në studion ton konkurrente të She's On Top. Dhe këtu kam sot Sueda Komi dhe Blerta Ahmeti. Përshëndetje vajza, mirë se erdhët. Është shumë kënaqësi që ju kemi këtu në mesin ton. Secila keni ato, njëra është si fillim njëherë të bëj një prezantim të shkurtër. Suhejda, pra me Suhejla. Ka emrin pak specifik. Suhejla, e ke shumë të atë do thoja. E ke shumë të veçantë emrin. Shkurt e thrasin Suhi. Shumë është nga Shkodra. Po për këtë pra ka emrin të veçantë. Lutem shumë. Dhe nga ana tjetër kemi Blertën, që është nga Suareka. Mirë se erdhët vajza edhe një herë. Vajza, çfarë ju shtyu ju të zgjidhni të She's On Top? Tani për mua ndoshta një eksperiencë të re, me të thënë drejtën. Që jam tip pak eksperimentues me veten, kam qejf gjithmonë me bëj gjëra të reja, sfida. Edhe më pëlqen shumë pjesa e fotove, të pjesa e fotografisë, dhe thash pse jo këtë verë me hinë She's On Top, why not? Edhe ndërsa për mua thjesht më pëlqen televizioni shumë, ndoshta edhe studimet, mënyra se unë mirëna edhe shumë me njerëz me kamera, për këtë arsye edhe po e shoh si mundësi goxha të mirë. Pra nuk është hera parë që ti do përballesh me kamerat me televizionin? Jo. Okej. Nuk ka emocione. Jo. Ndoshta pak apo. Cila mendoni ju vajza që do jetë pika juaj më e fortë që do ju veçojë nga vajzat e tjera dhe nga ana tjetër na tregoni edhe një defekt që e keni që do doni ta përmirësoni? Tani të pjesa e karakterit apo të pjesa e sfidave e lojës? Mund ta merrni si të doni, se She's On Top është I gjithanshëm. Që ta keni parasysh pak a shumë. Tek pjesa e sfidave e di që pikë fort kam pas fotografinë. Okej. Pasi gjithmonë kanë thënë të marr pjesë me fotografë të ndryshëm, ke pjesë fort portretin, qëndrimin, kam shumë mirë komunikimin me kamerën, domethënë. Kurse te pjesa e karakterit jam pak tip kokë fort, kur du diçka e marr s'ka.
Mendo se dhe marrë çdo fitoren? Shiko, unë nuk mendoj që i fitoria është finalja. Do me thonë, unë mendoj që ka vajza që kanë në Shizon Top, nuk kanë fitu, por ama kanë bërë një karrierë super të mirë. Shikoni mua. Kush mendon se kanë qenë As kam qenë finale fare. Mendoj që Nuk kam qenë te top 10-ja, po ja ku jam tani. Do me thonë, nuk mendoj që është gjithmonë fitoria. Besoj. Kush janë ato vajza që ty të kanë ngel në mendje që se kanë fituar, po sipas te kanë arritur shumë? Gjeneten, që nuk e ka fitu, po ama ka bërë një super karrierë sot e kësaj ditet. Vajzat e tjera nuk është. Pra gjithmonë për sa i përket televizorit. Po, televizionit. Ju keni synim televizor, jo modelingun. Unë them kur mos thuaj kur. Nuk i dihet. Ndërsa unë televizionin. Televizionin? Kjo vajzë më pëlqen. Shkurt shqip pastër. Janë precize në përgjigje. Din se çfarë dojnë. Kjo gjë është shumë e mirë, sidomos në një kompeticion si Shizon. Po na tregoni pak për veten, me çfarë merreni? Si është dita juaj? Çfarë studioni, nëse studioni, çfarë moshe keni? Unë jam 21 vjeç. Jam në përfundim të studimeve në departamentin e gazetarisë digjitale. Gjatë sezonës të verës kënoja për ahengje të ndryshme. Këtu më ndalo pak. Jam kurioze të di sa ke çmimin në një dasëm, në një aheng. Në një aheng. Se Angie. Jo, ahengjet edhe zgjasin me ditë të tëra. Gjithmonë kemi një ekonomiste në grup, prandaj vin këto pyetje. Seriozisht. Pyet çdo këngëtar të mund. Do rritet çmimi pasi të futesh në Shizon Top, a është ky një qëllimi jote? Jo. Por është një nga pasionet që ti do të ndjekesh me ndosh njerëz, me po blertën kush është. Nuk është gjë e keqe të rrisësh çmimin pasi bëhesh e famshme. Të gjitha bëjnë fundi apo. Po jo me ekstravagant. Po është edhe një nga synimet e tua pikërisht muzika. Kështu që do jetë një nga pikat e tua më të forta që ti do përdorësh, besoj. Normal. Kemi për të kënaqur. Gjithashtu edhe pikturën, bëj piktura. Oh, sa mirë. Po shikoj, një gjë është e sigurt, me udhëtimet që Shizon Topi bën me vajzat, autobusi do kënaqet. Me hare. Me jetën sentimentale si jeni goca, që ta dim pak. Mua më erdhi një zog. Prap zogut. Kemi zogj plot. Hajde ta na tregoni. Okej, pra le ta thot vetë nga pak. Thjesht jam single, por e dashuruar. Interesante. Pse je dashuruar dhe je single? Do të thonë si je në një marrëdhënie? Thjesht nashta nuk e kam marr hala guximin. Po ai e ka marr guximin? Nashta nuk e din. Nuk e din. Wow. Dhe më bëri shumë përshtypje se goca jep motorit, kaq guxim që t'i japë motorit dhe nuk ka guxim që t'i thot djalit të botës që e pëlqen. Tani vetëm një pyetje. Duam një xhiro me motor ne tash sa. Ky çuni që ti një vajzë ose një djalë do na bëj një xhiro me motor. Ky çuni që ti ke pëlqim, është personazh publik apo në Kosovë, afër shtëpisë, puna jame, s'keni punë? Nuk mendoj që do na më thonë që të sen. Që ka më duket se morë përgjigje. Ndërkohë Suit nga ana jote? Nga jeta sentimentale, mund të them private, por momentalisht nuk kemi gjën terren. Kemi gjë. Gjon terren. Kena gjon terren për të shjuar eksperiencën, besoj. Është edhe single, po nuk ka të pasi të futesh në Shizon Top, po rritet dhe kërkesa për me të thënë të drejtën nuk jam të dashur me rrit kërkesa. Jo, nuk është gjë e keqe as kjo të rritet kërkesa. Pse merrni çdo gjë negative? Shikoj, si puna ime në Shizon Top do keni shumë vajza që do keni konkurrencë, më kupton, presion, debat, po mirë, si reagoni ju në debate? Shiko, unë nuk jam tipi që bëhem impulsive kollaj. Kur bëhem impulsive, dihet që me tamam kem bë diçka më bëj impulsive. Nuk jam që i shpërthej kot. Okej. Edhe unë jam shumë tipi qet, njëri që i marr shumë gjonat ofër zemrës, ti është i vuj vet. Nuk e shpreh. Në horoskop ç'është shenjashin? Unë nga Porre, e korrikut. Okej. Unë jam luan gushtit. Çfarë ditë gushtit? Çfarë diferencë ka kur je një muaj dhe muaj tjetër, se kanë filluar përcaktojnë? Demi, prill. Po, kanë ndryshim. Është e re kjo. Ti Suj që studion? Unë studioj për stomatologji. Më pëlqen shumë kjo gjëja sepse të dyja keni studioni, keni shumë pasione të bukura dhe ja, që vetëm gocat e bukura dinë të bëjnë edhe shumë gjëra të tjera. Kjo më pëlqen shumë. Sot më bëj çdo gjë për mendimin tim. Bravo të qoftë. Goca, keni ndonjë histori personale që mendoni se u kanë bërë të forta sot? Unë mendoj që njëri bëhet i fort me shumë historina, po varet kur zgjedh me i thonë, kur zgjedh mos me i thonë. E ke guximin ti do ta tregoje një histori tënde personale?
nuk do të tregoj një histori time personale ose shumë histori të mia personale, për të vetëm në arsye sepse unë mendoj që kush është një çi fort nuk I tregon. Marr për veti edhe vetëm që se do kisha diçka për me në thelbin që me suportu të tjerët, me I shtyt të tjerët, për me bë diçka të Për me dhënë një mesazh, domethënë. Nuk e kam një mesazh që më dhënë. Janë gjëra të mia personale që I kam kalu, më kanë bërë forcë si shko çdo person tjetër. Po çfarë mendon për shembull për dikoj që zgjedh që ta tregoj një histori personale? Është zgjedhja vet, edhe bravo I qof, sepse jo çdo kush mundet me dalë në televizion edhe me thonë që shef un kam një këtë histori personale, më kanë ndodhur kështu. Por unë personalisht nuk do kisha asgjë. Okej. Çfarë prisni nga She's on Top? Një eksperiencë shumë e bukur. Eksperiencën ndoshta dhe një realizim të ëndrës, besoj. Më pëlqen shumë. Vajza vërtet unë ju uroj shumë suksese. Di t'ju them që keni nisur një eksperiencë shumë të bukur dhe do ta mbani mend gjatë. Dhe vërtet uroj që të prekni finalen, të fitoni, të realizoni gjithë ëndrat tuaja. Ama ti Blerta do na këndosh pak tani, nuk e la me I kështu. Vetëm nëse më ndihmoni. Po patjetër, nisë ti edhe Kori nga pas. Okej, do e këndoj këngën 200 ditë. O, tha se 200 dele, 300 dele. Besoj e dini refrenin. Po. Ishte vermoj kur më la, ishin ditët plot vetmi. 200 dit mu dukan shumë, zemra mu do të si qiri. Jema bukura në këtë bot, për ty sonte qaj këtë got. 200 dite, hiq ma pak, unë e mjera s'jam rehat. Bravo, isha pak emocionën palni. Ishte shumë mirë. Dhe kështu goca na erdhi dhe fundi. Erdhi fundi kaq shpejt. Po dhe do shihemi të njëjtën tjetër prap. Po, patjetër. Me konkurrente të reja të She's on Topit. Me të ftuar të tjerë shumë interesant. Vazhdojnë aplikimet goca, kështu që vazhdoni sepse besoj se duke pa pak konkurrente She's on Top të vit do jetë një bombë vërtet. Edhe gocat janë shumë, po shumë të bukura. Jo se gocat konkurrente apo ne këtu? Jo, sigurisht po. Po dhe konkurrentët unë I kam pa për afër, normalisht çdo vajzë ka pa për afër. Ka konkurrencë të fortë, domethënë. Janë të bukura, por mbesoni që janë më të bukura. Janë më të bukura. Kjo ishte një disi hapur. Gjithsesi neve blejmë të përmendim atë që Livia tha, aplikimet vazhdojnë, juve mund të shkoni në profilin e Edil dhe të aplikoni në linkun që do keni në bio. Dhe kështu unë zgjedh t'ju them miropafshim, vajza edhe juve gjithashtu. Ju përshëndesim të gjithë ata që po na dëgjojnë dhe po na shohin. Dhe do shihemi sërish të njëjtën tjetër. Puthim.